Institutit Kombëtar të Matematikës. Përshëndetje, së pari ju uroj mirëseardhje. Dhe është kënaqësi që shikoj veprimtari të vazhdueshme nga grupi im matematikës, gjë që për fat keq nuk e vëmoj aq shumë në fushën e informatikës. Jemi për të diskutuar problemet e mësimdhënies të matematikës. Pa dash, kështu që të përhap pesimizëm, por duhet të them që faktikisht jetojmë në kohë të vështira për matematikën. Në një farë mënyrë është lidhur me konkurrencën në tregun e punës dhe ka së këtyre problemeve kemi edhe problemet e teknologjisë. Po shikoj tek programi, një pjesë e mirë e temave që janë parashikuar kanë flasin për përdorimin e teknologjisë. Duam s'duam jemi të detyruar që të ndjekim rrjedhjen. Po as nuk duhet ta lëm që rrjedhja të na marrë me vete. Dhe më kujton dhe një shprehje nga Omani ushtari mirë zhvek. Më ke njohur nga ana e mirë, po do më njohësh edhe nga ana ime e keqe. E them këtë pasi ka dekadë që Kanzberg ka dhënë atë që njihet me emrin ligji i Kanzbergut, teknologjia nuk është as e mirë as e keqe as neutrale. Pa nuk është zgjidhje, thjesht vegël. Zgjidhja është tek njeriu. Kështu që gjykoj që përdorimi i teknologjisë duhet të shikohet edhe me optimizëm, po edhe me skepticizëm. Dhe veçanërisht kur flasim për inteligjencën artificiale. Pasi pyetja është e thjeshtë. Dakor, na lehtëson nga shumë mundime, po a do që mësohemi të mendojmë. Që pa në dashur që të humbasim kohë, e fund ditë që mund të them nga tematikat që shikoj në program, kam përshtypjen që një pjesë e tyre kanë të bëjnë me vëzhgime në një realitet konkret. Dhe sugjerim mirë është që
punimet të tilla nuk bën një keq të mendon një që ti botoni. Pra, atje ku vërtet ka diçka të re, qoftë nga në aspektin teorik, qoftë edhe nga vëzhgimi në një realitet konkret, ato janë gjëra që e vlen të botohen. Mirë, ju uroj suksese në vazhdimin e workshopit. Faleminderit. Faleminderit, profesor Nekiu. Tani fjalën e jap dekanës Fakultetit Shkencave të Natyrës, profesore Eglantina Kalluçi. Fakulteti është, departamenti është bashkëorganizator i këtij aktiviteti, se këtu nuk del pa, po, është instituti plus departamentet e matematikës që varen nga fakulteti. Fjalën e keni ju. Faleminderit profesor Fatmiri, faleminderit profesor Nekiu. Dua të falenderoj së pari Akademinë e Shkencave që her pas here bëhet promotor i aktiviteteve të tilla, workshope që thjesht bëjmë bashk, shumë si ne, përfaqësues të fakulteteve, mbar qofshin ato publike, jo publike, të universiteteve në Tiranë, në rrethe, të gjitha ato që merren me mësimdhënie, dhe ajo që është më e rëndësishme, mësuesët tanë, të cilët përcjellin këto informacione dhe këtë inovacion tek brezat e ardhshëm. Atëherë unë dua të përshëndes këtë aktivitet në emër të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, por në fakt ndjej dhe përgjegjësi nga ana tjetër, pasi jam edhe vetë matematikane, antare e Departamentit Matematikës Aplikuar, po e rrjedhur prej Departamentit Matematikës. Ajo që vlen të përmendet është të përgëzoj departamentin për aktivitetet intensive në fakt që po zhvillon së fundmi në lidhje me promovimin dhe atë që sot është fjala e ditës, inovacioni në mësimdhënie. Dhe inovacioni në mësimdhënie dhe matematika si pjesë e gjithë kurikulës akademike është një pjesë shumë e rëndësishme. Duket, ato që profesor Nekiu përmendi pak më parë, është e vërtet që trendi, madje mund të themi global, ka treguar një zbehje të interesit për shkencat fundamentale, sikurse ndërtohet dhe matematika, por kjo nuk do të thotë që ne duhet rrim dhe duar kryq apo të thjesht të shohim të dekadencë të këtij interesi. Dhe në fakt dua të përgëzoj këtu të gjithë anëtarët, të gjithë ato që sadopak mundohen të kontribuojnë në këtë gjë. Megjithatë, unë do them që mbase nuk është e tillë, duhet konceptuar dhe duhet rimenduar ndryshe. Sot flitet mjaft për STEM, dhe STEM nuk është gjë tjetër veç se Science, Technology, Engineering and Mathematics. Kështu që matematika është në thelb të gjithçkaje. Nëse sheh pranimet, konkurset e pranimit, mënyra se si bëhet selektimi i studentëve që duan të nisin universiteten, në çfarëdo lloj profili, qoftë ky i shkencave teknike, qoftë ky inxhinierik, mjekësor apo dhe shkenca sociale, elementi bazik i cili vlerësohet është arritjet e matematikës. Kështu që kjo duhet të rikthyer në vëmendjen tonë. Pra këtë eksperiencë të mirë që bota le të themi e përdor kaq në përditshmëri, kjo duhet jetë pjesë e jona. Unë e di shumë mirë që her pas here ne kemi kaluar nga procese të ndryshme, mbas edhe interesi jo i madh i maturantëve për të ndjekur profilet teknike ka bërë që ne të mos jemi kërkues ndaj matematikës, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet jemi formues të mirë të matematikës. Atëherë, në ky workshop shoh që ka në thelb inovacioni në mësimdhënien e matematikës. Pse jo matematikën, t'ju servirim maturantëve, t'ju servirim nxënësve, duke filluar nga arsimi fillor, do thoja, e mëtej, në formën që ato e dëshirojnë. Në takime të ndryshme, në diskutime të caktuara me përfaqësuese dhe të fushave të ndryshme, thuhet, pse të mos ju japësh një teorem nëpërmjet një TikToku? Pse të mos ju japësh një problem të hapur nëpërmjet një ushtrimi zgjidhës? Mund të përmend sot nëse një fëmijë në fillore apo në shkollën në 8 vjeçare jep një problem gjyrimin e hartave, ky është një problem që është zgjidhur shumë vonë, po është një problem thelbësisht
matematik i cili është zgjidhur me ndihmën e teknologjisë. Pra ajo që duhet i vi sot nxënësit apo dhe kërkuesit të ri është që probleme të caktuara të shtrohen dhe t'i kërkohen mënyra teknika të reja zgjidhje. Unë dua të përmend një postulat të Eilerit. Eileri ka qenë ndër prodhimtarët e matematikës. Dhe në fakt, ai ka zhvilluar teorinë e ekuacioneve diferenciale, duke filluar nga ato të zakonshme deri në ato me derivate të pjeshme. Në gjithë ato fletat e tij, në fund shkruan, i lë brezave të ardhshëm të merren tashmë me zhvillimin e këtyre metodave, sepse të gjitha ishin metoda numerike. Pra, Eileri propozoi metoda numerike, të cilat në fakt vetëm sot me zhvillimin e teknologjisë kanë gjetur atë formë zgjidhje. Pra, ajo që ne duhet jemi të gatshëm dhe duhet filloj prej nesh dhe më pas kjo të përcillet në formën dhe mënyrën e duhur tek nxënësit dhe tek mësuesit e ardhshëm, është që matematika ose teknologjia nuk është për të zbehur impaktin e matematikës, është në funksion të matematikës. E them këtë me bindje të plot, pasi dhe profilin në cilin unë kam, analizë numerike, merret me zgjidhjen e problemeve që nuk ishin zgjidhje të saktë matematike, por ama teknologjia ishte ajo që i jepte mundësi edhe problemave me numër të lartë llogaritjesh e kështu me radhë. Pra problemet që sot ndeshen janë të dhëna, kishim mungesë të dhëna, sot kemi shumë të dhëna. Atëherë këto si mund të zgjidhen? Të gjitha rrënjën, bazën e kanë në matematikë. Mund të përmend të gjitha algoritmat që sot gjenerohen në machine learning, artificial intelligence, janë gjë tjetër veç se bashkimi i disa metodave tashmë të njohura matematikore. Ajo që mbetet për t'u theksuar është nuk duhet parë risia si një përbindësh që të na friksoj. Kam patur së fundmi takime dhe në kuadër të programeve dhe projekteve të ndryshme edhe më mësues. Ajo që ne duhet jemi të vetëdijshëm është që nxënësit e përdorin inteligjencën artificiale shumë më tepër se ne. Unë mund ta kem përdorur gjithsej 2 apo 3 herë. Nuk përdor asnjëherë për zgjidhje, absolutisht jo. As për të shkruar një paragraf të shkurtër. Por ama fëmijët e sotëm e përdorin edhe për detyrat e tyre rëndom. Atëherë çfarë duhet bërë? Ajo që ne mungon është një etika në përdorimin e inteligjencës artificiale. Pra, nuk duhet ndaluar, por duhet edukuar nxënësi i sotëm që ai të thotë se deri në çfarë ka përdorur. Dhe duhet bërë me dije që ai mund të marrë një kod të gatshëm, por ky kod në fakt duhet ketë edhe originalitetin e tij. Pra këto janë elementë të cilët në fakt i takojnë mbase ne ti propozojmë ti shtrojmë si probleme, por instancave më lartë të ndërtojnë një rregullues, ashtu sikurse e kanë shumë të gjithë universitetet europiane, dhe mendoj që nisma e Digital Europe apo dhe gjithë agenda e Europës për 2030-ën pikërisht i parashikon këto element. Dhe ajo që është gjithashtu shumë e rëndësishme është elementi i databazave origjinale shqiptare. Duhet të themi që të gjithë këto modele janë modele bazohen në reinforced learning, bazohen në natural language processing. Të gjitha janë modele të bazuar mbi databazat, le themi jo shqiptare, mbi databaza që kanë gjuhën angleze primare. Atëherë ajo që na takon është sepse këto modele trajnohen dhe pasi këto modele trajnohen normalisht ato bëhen efikase dhe në gjuhën për shembull në rastin tonë në gjuhën shqiptare. Kështu që ajo që na takon është trajnimi i këtyre modeleve pikërisht me databaza që janë databaza shqiptare. Kështu që unë mendoj se pavarësisht se duket në pamje të parë që është zbehur interesi për matematikën, unë mendoj se është momenti që interesi për matematikën duhet shtruar ende më shumë, duhet vënë theksi që gjithçka pas çdo algoritmi është në thelb një metodë matematikore dhe s'na mbetet gjë tjetër veç se ne të promovojmë gjithnjë më tepër interesin, dëshirën për matematikën dhe pse jo, t'i vi matematika mbase jo matematik, por t'i vi nëpërmjet një termi, le të themi, që është i sot janë element të inovacionit dhe gjendet kudo në bisedat e tyre të përditshme. Që uroj shumë suksese, unë shoh nga tematika që kanë sjell pikërisht këto element që unë përmenda,
njëra pas tjetrës dhe do doja që gjithë secili prej nesh të përfitonte prej tyre dhe pse jo të përfundoj ky workshop me disa rekomandime që do t'i shërbenin të gjithë instancave përkatëse që merren me qoftë me politikë bërjen, por dhe me zbatimin, kjo është shumë e rëndësishme, me zbatimin e reformave të ndryshme arsimore që merren. Ju uroj suksese dhe punë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit, profesoresh Eglantina, për përmbledhjen e bukur që bën dhe për ato elementet kryesor për cilët ne kemi shqetësime të gjithë dhe cilat duhet t'i dëgjojmë rrugët për ta bërë matematikën ca më interesante për studentët dhe nxënësit e sotshëm, cilët në bazë kanë teknologjinë, jo shumë atë punën individuale, me mendje, me letër e me laps. Nuk duhet të rëmemi nga kjo, po duhet gjejmë format që ti përshtasim mësimet tona me këtë gjenerat 3 që bën ata ta mësojnë matematikën, pra në format të ndryshme. Përmendi Egla këtu të rastin që nuk e përdorim shumë, ne vërtet nuk e përdorim shumë teknologjinë e re dhe ChatGPT në fakt. Mu dha rasti ta përdor, i shtyr në fakt, kam një mbes në Amerikë dhe djali më dërgoi një 2 ushtrime. Është në klasë 5 fillor. Mirë, po ishin ushtrime pak më të vështira për brezën, sepse ajo donte futej diku, sepse ato e kanë kështu, bëni konkurs edhe zgjedhi shkollë, që është më e mirë. Pra, janë gjithkohën edhe nesër. Edhe fillova një zgjidh ato 2 ushtrimet, po duhet t'ja thoj edhe kështu që ta kuptonte, e u lodha në fakt me thënë drejtën me 2 ushtrime që mund të konsiderohen jo shumë vështirë, po prap për nivelin e tyre ishin vështirë. Mbasi bëra të gjitha më këto, janë njësa në anglisht, sigurisht ato në anglisht e duon, dhe pastaj thash pse s'bëj provë me ChatGPT, thash. I futa ushtrimet, i nxorë të dyja kështu, po në sekonda, kuptohet, edhe të spjeguara të gjitha. Mirë, po çfarë konstatova? Tek një ushtrim e zgjidhen gabim ato. Edhe unë isha gati t'i çoj mesazh, shiko, lërni atë nga besimi mat, nga kjo, thash, lërni atë se kam bëj gabim. Mirë, po thash, pse kam bëj gabim, unë i kam pa me kujdes të gjitha, edhe pash zgjidhet pastaj. E kishin ata i gabim në zgjidhje. Në veprim kështu, veprim banal, nuk është se kishte në logjik, po si them, 10 pa 1 8. Diku ishte një gjë e tillë që 10 minus 1 ishte 8, jo 9. Dhe kjo sigurisht e kishte turbullu komplet dhe zgjidhë ditë gjë tjetër komplet. Kështu që duke referuar asaj që teknologjia është shumë e mirë, po në fundit doj kontroll të mendjes njeriut, derisa të krijojë atë. Kështu që me këtë unë po jap tani e ka fjalën kusht. Do të drejtoj seancën Eriola. E para do t'jetë me që Fredi ka kërku kështu i le, do vi pak më vonë. Përshëndetje. Atëherë fillojmë me sesionin e parë, metodat e reja të mësimdhënies në matematikë dhe ndikimin në inteligjencën artificiale. Ftojmë profesoresh Valentina Sinaj me punimin Matematika dhe Teknologjia, sfidat e së ardhmes për të prezantuar. Mirdita, në fakt, nëse do të dija që pjesa më e madhe do ishte mësues, unë do ta kisha konsideruar ndryshe prezantimin, mendova se ishte më shumë staf akademik dhe ju referova pikërisht kësaj pjese, por në fakt vetëm 2 element nuk do t'ju përkasin juve, por që vinë si rrjedhoj e pjesës tuaj. Normalisht, unë kam zgjedhur si temë matematika dhe teknologjia, sfidat e së ardhmes, për të thënë që ku jemi ne dhe ku do shkojmë ne. Ne jemi këtu, po e ardhmja sapo ka nisur që sot. Kështu që ne duhet të ecim, sepse bota ecën dhe po investon shumë në pjesën e arsimit. Doja të diskutoja, po të ndaja sot, pikërisht marrëdhënien që ne kemi me gjëse Egla shtroi disa probleme në lidhje me teknologjinë, unë dua ta shoh matematikën dhe teknologjinë si 2 udhëtare.
si dy mbështetëse, si dy element që nuk mund të ecin përpara pa njëra tjetrën. Dhe pikërisht kjo është ajo që unë do të diskutojnë që ne a mund të zhvillojmë matematik, a mund të tërheqim vëmendjen e brezit të ri se gjithë aty shkon pa teknologjinë sot, dhe teknologjia a mund të bëj pa ne nesër. Dhe realisht këta janë problemet që unë dua të diskutoj. Realisht këtu është për formalitet për të thënë që matematika ka pasur nevojën e teknologjisë që në kohët e hershme, dhe sot sigurisht është inteligjenca artificiale, ajo që është fjala e fundit, e cila po na bën ne të shkundemi, të mendojmë dhe të zhvillohemi. Ndaj dy element kryesor, sepse kemi dy terma në kohën e sotme, pikërisht teknologjia arsimore dhe teknologjitë digjitale. Realisht, ndonjëherë në kontekste normale duket sikur janë e njëjta gjë, nuk janë e njëjta gjë, sepse teknologjitë digjitale janë vetëm elementët që ne përdorim, pra hardware, software apo burimet e tjera digjitale, ndërkohë tek pjesa e teknologjive arsimore, përveç se elementët e teknologjisë digjitale përdoren edhe elementë të tjerë që nuk janë teknologjik, por janë element të cilët i përdorim ne në mësimdhënie apo për të shpjeguar apo për diskutuar. Kështu që ne gjithë pjesën që flasim më mbrapa i referohemi në fakt teknologjive digjitale. Kjo është ajo që ne kemi si element. Dhe cilat janë mjetet e natyrshme që ne përdorim si mjetet e teknologjisë digjitale. Sigurisht i kemi renditur nga pajisjet që janë të nevojshme që ne të zhvillojmë një ambient të ri, një ambient të regjës, pastaj janë aplikacionet, në fakt janë aplikacionet e përgjithshme që ne përdorim që mund të jenë që nga Microsoft Teams apo klasat në Google e Zoom e të tjerë që janë element që ne i përdorim në të zakonshme, dhe pastaj kemi eksaktësisht aplikacionet edukative që vinë nga aplikacionet të bazuar në praktik, në aplikacionet të bazuar në lojra, dhe pastaj duke përdorur ose duke përfshirë këtu në fakt edhe kanë akademi, sepse në qoftë se në fillimet e veta e kemi konsideruar vetëm një vend ku gjenim ca video mësimore, në fakt tani është bërë një mjedis që ne mund të gjejmë gjithçka që kërkojmë në çdo moment ku jemi dhe në çdo vend ku ne jemi. Kështu që është një moment që ne mund ta diskutojmë dhe ta shohim gjatë gjithë kohës. Në fakt e parë dhe e tërhequr sepse kam në dorë realisht duke parë pikërisht të sfidat e përdorimit të teknologjisë në mësimdhënie në nivelin parauniversitar dhe universitar. Ajo që kam parë në gjithë literaturat që bota apo në strategjitë që ata po ndërtojnë universitete apo institucione arsimore, i kanë konsideruar aplikimin e teknologjisë në faza të ndryshme. Dhe çdo këto faza kanë një periudhë kohore në të cilën ato zbatohen për të shkuar drejt një stadi final. E kam ndarë në 4 pjesë, ashtu sikur se më referuar autorëve përkatës, të cilët mendojnë se si janë stadet e përdorimit të teknologjisë. Dhe sigurisht stadi i parë është që ne të përdorim mjetet teknologjike thjesht për llogaritje. Ku jemi ne? Në shumicën e rasteve jemi këtu në studentët apo në nxënësit tanë. Pra çfarë bëjnë studentët apo nxënësit tanë? Përdorin fotomathin thjesht për të bërë një zgjidhje rutinë të një problemi të cilën ata nuk duan ta zgjidhin, nuk po e konsiderojmë a din ta zgjidhin, po them që nuk duan të zgjidhen, nuk duan të lodhen ku dëgjon me radhë. Realisht në kurtizën e parë janë të gjithë mjetet që ne i përdorim rutinë për të bërë llogaritje. Pastaj, një stad tjetër është që ne mendojmë çik më shumë, ti paraqisim këto vizualisht, kur ke kaluar kështu në mjetet dinamike të teknologjisë. Përdorim realisht në rutinën që kemi parë, përdoret desmosgrafi për ndërtimin e grafikëve për të kuptuar se çfarë ndodh ku dëgjon me radhë, por nuk kemi kaluar në stadet e treta, të cilët shkojnë më tutje të përdorin software-ët për analizat e të dhënave, dhe më pastaj që të shkojmë dhe të mendojmë, të orientojmë pikërisht studentin apo nxënësin në mjetet e programimit. Dhe në fakt unë gjithë punën që vjen më mbrapa e kam orientuar pikërisht këtu. Ne duhet t'i zhvillojmë, t'i stimulojmë këto hapa, që të mbërrim drejt hapit të 4 sa më shpejt jetë e mundur. Pra në qoftë se ne do të presim që këto hapa të kalojnë një kohë 10 vjet, po them për të mbërritur në kohën e programimit, ne do të jemi shumë larg dhe do jemi shumë larg botës, sepse bota e ka nisur para nesh dhe ne do të orientojmë këtu. Kështu që unë këtë kam si qëllim që t'ju them juve që duhet të shkojmë drejt pjesës që të shkojmë në pjesën e programimit. Kjo është thjesht një stimul për veten tonë, pra ne jemi matematikan, ne orientojmë modelimin, gjykimin matematikor, jemi kulmi i gjykimit, atëherë këtë kulm të gjykimit që kemi ne, që po na humbet në brezin e ri,
hajta kombinojmë me inteligjencën artificiale, e cila mund ta bëjë që ky brez i ri të mendojë në mënyrë më kritike se sa aktualisht është duke menduar. Këtu do ju kërkoj ndjes mësuese sepse u bazuar në fakt në disa pyetësorë që ne kemi bërë edhe te studentët e tek profesorët, ishim kurioz, donim dinim se si përdoresh teknologjia, cili ishte niveli i përdorimit të teknologjisë dhe për çfarë e përdorin studentët tanë. Dhe kur flasim për studentët, këta studentë janë studentë në universitete të ndryshme në Shqipëri, që kanë bërë të paktën një semestër matematik dhe ne kemi orientuar këtë që të shohim që nuk po flas çfarë ka bërë në gjimnaz. Por meqense ka ardhur, ne që jemi në universitet që me demek po i orientojmë te teknologjisë, çfarë kemi bërë? Dhe në pyetjen e parë, njëra për pyetjeve është si mendojnë ata, sa i ndihmon teknologjia në përvetësimin e matematikës. Dhe ajo që shifet është që 50% e individëve, e studentëve të ndarë sipas viteve, ka shumë 50%, janë ata që mendojnë se e bën më interesante. Nuk është një shifër e kënaqshme, mendon se ajo e ndihmon dhe bën interesante. Do të thotë që ne nuk kemi akoma, ne nuk e kemi përcjell këtë teknologji pikërisht nxënësve, që ai të studentëve, që ai të kuptojë që kjo teknologji është shumë e domosdoshme për të kuptuar ato koncepte, për të zhvilluar ato koncepte. Ndërkohë nga ana tjetër e pyetur gjithashtu edhe se për çfarë ata i përdorin teknologjinë, shifet që shifra, në fakt pyetja e dytë ka të bëjë me që ai mund të zgjidhë më shumë se një alternativë, dhe shifet që shifrat janë shumë të vogla për çfarë ai e përdor. Pra ne nuk shikojmë që këta studentë, se student matematik bën një student informatikës, dhe 50% që ka dalë që ai përdor kompjuterat janë studentët e informatikës. Nuk është një shifër e madhe, që do të thotë pjesa tjetër që nuk janë të informatikës janë jashtë kësaj shifre. Atëherë ku jemi? Jemi asgjë fundi. Po nuk përdori kompjuterin një student, do të thotë që ai nuk po orientohet drejt kujt? Drejt përdorimit të vërtet ideal të teknologjisë. Por nga ana tjetër, që nuk duhet të qëndrojë te kjo, duhet kaloj tek stafi akademik, sepse i kemi marrë në paralelizëm po stafi akademik, çfarë bën? A e ushtron ai si duhet këtë gjë? Ne jemi referuar pikërisht mësidhënësve të matematikës në universitete të kategorizuar këtu në fakt sipas kategorisë që ata përkasin për të pyetur sa herë ata e përdorin teknologjinë dhe sa të rëndësishme mendojnë ata përdorimin e teknologjisë janë të normalizuara sipas kategorisë së tyre. Shifrat flasin vetë. Ajo që ne kemi parë është që çuditërisht, ajo që ne prisnim ishin që duke pasur asistentët ose ata që janë MSC apo doktorantët, presim që pikërisht kjo pjesë e jona të ishte më nxitse kur ne të përdorim teknologjisë. Realisht nuk ka dalë kështu. Janë profesorët, sepse është edhe grafiku tjetër, do nuk do të qëndroj shumë në shifra, janë profesorët ata që mendojnë që përdorimi i teknologjisë është domosdoshëm. Janë profesorët ata që thonë që kurrikula, se ne kemi pyetur po kurrikula, ka vend për përfshim teknologjinë, a mjaftojnë të orët mësimore? Profesorët kanë gjetur përsëri mundësi të thonë që ore kurrikula kjo është, por prap ka hapësirë të përdoret teknologjia. Ndërkohë, ata që janë doktorant dhe asistent MSC kanë qenë shumë të rezervuar në lidhje me përdorimin e teknologjisë, gjë që ne nuk e prisim. Pavarësisht se thonë që po, dhe kur kemi shkuar më tutje dhe kemi pyetur edhe për kohën që ata përkushtojnë ose shpenzojnë gjatë një jave për të përgatitur në lidhje me teknologjinë, koha ishte për të ardhur keq dhe ne nuk e kemi paraqitur këtu se nuk doja të dë. Që do të thotë, ndryshimi vjen nga ne. Nëse ndryshimin nuk e bëjmë ne, nuk presim që ndryshimi të jetë tek nxënësi. Që do të thotë, ka nevojë për një strategji. Strategjia fillon nga universiteti dhe ajo ç'bëhet, kalon eksaktësisht në të gjithë fazat e saj. Në fakt, pyetësorin e studentëve ne kemi ballafaquar ose kemi paraqitur edhe me studentë për të parë që sa të vërteta ose ku qëndronte problematika në një pyetje të caktuar. Ishte pyetja me studentët që ore pse nuk përdoret teknologjia, pse është kjo shifër kaq e ulët. Shumica e studentëve thoshin, në shkollën e mesme, mësuesit tanë nuk na kanë nxitur në përdorimin e teknologjisë. Dhe ajo që ngrin ishte, në çdo libër matematike ka një projekt që vendoset që duhet por ky projekt nuk është kërkuar asnjëherë që të zgjidhet në një mënyrë teknologjike, por gjithmonë është kërkuar të zgjidhet në një mënyrë çfarë? Me një mënyrë mekanike, po themi me shkëndore ose e shumta e shkruar në kompjuter në Word me ca formula. Pra nuk ishte iniciuar, nuk ishte nxitur që ai të përdorte një mjet tjetër teknologjik, pavarësisht i mirë apo i keq, që ai mund të shkonte deri atë zgjidhje. Që do thotë, ka nevojë për nxitje, ka nevojë për orientim, jo nuk ka interes.
nxite që interesi të jetë pjesë e të tërës. E për të vazhduar më tutje, pastaj ishte eksaktësisht ky grafiku këtu, që për çfarë përdorin profesorët eksaktësisht teknologjinë në universitete, në fakt e kaluam si fazë, por doja të qëndroja eksaktësisht tek sfidat që hasin profesorët në implementimin e teknologjisë në orët e tyre mësimore. Në fakt, kjo ecën paralelisht edhe gjimnazi, mësuesit pak a shumë këtë orientim ka. Dhe dihet që pjesa më e madhe mendojnë që janë burimet, pra pajisjet. Gjë që ne e njohim në përditshmërinë tonë që pajisjet na mungojnë. Patjetër kemi probleme në lidhje me software, pra nëse po flasim që në universitet dikur do të përdorim MATLAB-in, duhet ta blej atë, pra ai nuk është i lirë, apo nëse do të përdorim Maple-in, duhet ta blej, apo nëse do të përdori i-View-in, duhet ta blej, pra në gjitha që janë me blerje, që shumica atyre orientohen të piratiruara ose me versione të cilat përdoren të cunguara online. Por në fakt, pika që unë duhet të qëndroj është dështimi i studentëve në përdorimin e mjeteve teknologjike në mënyrë efektive. Ne i orientojmë studentët që të paktën në universitete, duke qenë më të lirë në hartimin, por duke ndjetur brenda kornizave të programit apo syllabusit të lëndës, kemi mundësi të përdorim elemente të tillë që janë sikur projektet e kursit apo ku dëgjohen me radhë, të cilat orientojnë. Mirë po, ajo që është ndeshur, ajo që është hasur, ajo që është parë dhe që është përballur, sepse këto që unë them janë diskutime që ne kemi pasur është dëshira e stafit akademik për të qenë në një linjë paralele me këtë proces. Çfarë ishte kjo gjëja? 2 leksione paralele, Berti, Vali. Berti përdor teknologjinë, Vali vazhdon me shkomus edhe me lakustil. Dhe kjo disbalancë bën një lloj rënje të interesit në lidhje me pjesën tjetër e cila ka një lodhje më të madhe se sa e para. Janë student, lodhja ju duket sikur po penalizohet, ngarkesa duket sikur penalizohet, e nesërmja është ndryshe, por sa të shkojmë tek e nesërmja ne e ram. Pra, stafi akademik duhet jetë i gatshëm ta përqafojë teknologjinë dhe jo ta shikojë si konkurrencë. Kjo është pika në të cilën gjithmonë. Por përqafimi i saj duhet jetë në mënyrë të njëjtë në të gjitha stafat akademike. Kjo ishte pjesa e parë e paraqitjes dhe në fakt për pjesën e workshopit, meqense do të kishim të tregonim diçka më shumë, unë zgjodha të tregoja për këtë lloj aplikacioni, po e quaj kjo Sagemat, është përdoret online, mund përdoret nga të gjithë mësuesit apo pedagogët. Por pse e kam zgjedhur këtë? Sepse unë kam gjithmonë qëllim që të orientoj brezin e ri drejt programimit. Përse kjo gjë, në fakt, si Sagemati ka filluar që në 2004 nga Harvard, duke filluar nga Harvard do të thotë që ka pasur një ide të iniciuar pikërisht nga ata që kanë qenë inxhinier, mësues, teknolog që janë përballur me probleme të ndryshme dhe kanë pasur nevojë që t'i zgjidhin. Dhe duke kontribuar të gjitha palët, kanë arritur të nxjerrin pikërisht këtë element, i cili është i hapur. Ju mund ta përdorni në mënyrë të lirë, por ju mund të ta shkarkoni në mjetin tuaj që mund të jetë një celular apo një kompjuter dhe mund të punoni në lidhje me të. Patjetër, pak më parë folëm që çfarë ne mund të bëjmë. ChatGPT-ja, është mjeti që ne duhet ta kemi shokun e ngushtë. Pra, në momentin që jemi vetëm, ne duhet ta pyesim. Nëse ne pyesim mirë, përgjigjja do të jetë mirë. Patjetër, nëse ne pyesim ashtu sikur pyet një jo profesionist, dhe pyetja dhe përgjigjja e tij do të jetë jo profesioniste. Por nëse ne një pyetje që e kemi bërë, atë ushtrimi që ai na zgjidhni gabim, dhe ne themi, në mos të hapë ke bër gabim, ai mëson dhe herën tjetër atë gabimin nuk e bën më. Që do të thotë, nëse ne do punojmë, atë do e kemi të hapur aty te kompjuteri jon, do ta pyesim dhe ai do na përgjigjë për çdo element. Ju siguroj që në momentet që rrim dhe punojmë, themi, si e pas kemi shkruar dje, si e pas kemi bërë dje, pa përdorur këto element teknologjik. Pra këto janë pjesë e jona, kështu që gjatë gjithë kohës do ta pyesim për çdo element që ne nuk na funksionon. Këtu keni pra ku mund ta gjejmë online, në fakt ai punon mbi dy gjuhë moderne që janë R-ja dhe Pythoni.
Dhe e mira që kanë kurdo që jep mësim apo dhe student është fakti që ai është i lirë, pra nuk ka kosto për sa i përket licencës dhe duke qenë që bazohet në një gjuhë programimi, do të thotë që e orienton jo vetëm nxënësin, por edhe mësuesin drejt mënyrës së pra kompetencat digjitale në momentin që ju e përdorni janë më të larta, por nëse e shikojmë pak më vonë në mjetet që ai përdor, realisht ka disa benefite të cilat janë vërtet ai mund përdoret për gjithë elementet që ne fillojmë, që nga paraqitjet grafike, nga algebra, nga zgjidhja e ekuacioneve, nga gjetjet e rrënjve, pra është një mjedis shumë familjar dhe mund përdoret nga një komunitet shumë i gjerë. Mund të përdorim pa instalim, dhe nëse shikojmë, unë kam shkruar që ne mund të përdorim ose me instalim ose pa instalim, mund do të ndjek momentin që ta përdorim online dhe pa instalim, dhe pikërisht Sage Math Cell ju mund ta kërkoni në celularin tuaj dhe mund të shikoni dhe mund të punoni direkt me këto gjëra që unë ju them për ta kuptuar që sa familjar dhe sa i mirë është pikërisht përdorimi i tij. Sigurisht gjithë elementet që unë thash janë të përdorshme në të, dhe unë kam treguar thjesht disa shembuj të shkurtër, secili prej jush mund t'i provojë, shembull jam marrë të shkurtër vetëm për ta ilustruar. Pra ai ka një mjedis që nëse unë kam për të zgjidhur një sistem, thjesht do të shkruaj në faqen e tij dhe secili prej jush mund ta provojë shpejt që ta shohë sa familjar është pak më mbrapa se këtu ka çik më shumë punë. Dhe nëse shohim për të zgjidhur një sistem me metodën e Gaussit kam zgjedhur unë, ne do të shkruajmë vetëm matricën e elementeve, të ta shikojmë mësohesh me mënyrën e deklarimit, pra plotësohet në fillim rresht i parë, pastaj rresht i dytë, sikur ne plotësojmë një matricë të zgjeruar, dhe thjesht ne i kërkojmë të na i zgjidhë atë, automatikisht na jepet matrica e zgjeruar e sistemit, e cila është në trajtën finale dhe ne mund të shkruajmë zgjidhjen e tij. Që do të thotë çfarë bëri kjo? Një zgjidhje rutinë që ne nuk na duhej, por nga ana tjetër fillon dhe mëson studentin, nxënësin me një mënyrë tjetër të deklarimit ose me një mënyrë strikte. Çfarë vuajmë ne sot? Ne vuajmë sot, pra nëse e shohim kur japin një studenti të zgjidhë me makinë llogarice, ose të bëjë një radhë veprimesh të gjatë me makinë llogarice, ajo që shkojmë që dy studentë një lloj nuk na nxjerrin rezultatin. Pse? Sepse ata janë pasiv ndaj kujt, vendosjes së shenjave dhe radhës së veprimeve te kjo gjë. Dhe kompjuteri nuk të fal. Ajo radha e veprimeve duhet të jetë strikte, ajo mënyra e të shkruajë duhet të jetë strikte. Dhe kjo gjë ata e familjarizon që nesër kur ai do shkojë në një mjedis më të lartë, është i natyrshëm, ecën dora vet, pra sikur ne i mësuar që me shkrimdorë do shkruajmë bukur dhe kjo është e qartë. Ndërkohë, shkoj pak më tutje të shohim në fund, për vizualizimin e grafikëve ka marrë për formalitet një grafik të gradës së tretë, ne thjesht shkruajmë në mjedisin e tij eksaktësisht funksionin sikur unë e kam shkruar atje, pra duke u mësuar me simbolikën, që kur ne kemi 8x, ajo nuk është 8x, është e herë x, pra ai do ta kuptoj që kjo, sepse në momentin që ai nuk vendos një shenjë të duhur, sigurisht më poshtë, se këtë ka, se evaluate thjesht në mjedisin e vet, evaluate dhe automatikisht ju del rezultati. Në momentin që ju shkruani diçka gabim, ajo më poshtë ju thotë, dëgjoni se ju keni bërë çfarë, te kjo një gabim që ju mungon një shumëzim. Pra, nuk është thjesht, pra, nëse tek qeti ti e vendos ushtrimin dhe ajo ta zgjidh, ti e vendos ata ta bën grafikun. Ktu kalon në një mjedis tjetër që ai mendon në mënyrë më ore pse nuk u bë kjo? Nuk u bë kjo se nuk eci shenja, apo nuk eci një element tjetër i saj. Ndërkohë, elementi tjetër për të ndërtuar grafikun, çfarë harrojnë studentët tanë? Harrojnë që një funksion ka një bashkësi përcaktimi që ti do ta ndërtosh, por kur ajo ka një zonë të caktuar. Atëherë ja mënyra e deklarimit. Plot gjithë rinia e sotme di që është ndërtimi i grafikut. Atë do ndërtoj grafikun e kujt, një funksioni, po në lidhje me këtë do ta ndërtoj, në lidhje me x, por në cilën zonë do ta paraqes. Ta mendimi ti shkon pak më lart se të shkruash te desmosgraf, se e bën desmosgraf grafikun. Po çfarë bësh? Ka funksionin e nuk bëj. Pra logjika në një përdorim i cili nuk është i tillë e ka më të cunguar dhe nuk është kritike në elementin e saj. Ndërkohë, elementi i dytë është, ore ky grafiku e ka prej boshtin hapësisë. Cilat janë zgjidhjet që ne kemi? Ne duhet të zgjidhim. Çfarë do bëjmë ne? Mendimi shkon, duhet të zgjidhim një ekuacion. Po këtë ekuacion që funksioni jon do të jetë barabartë me x, po në lidhje me 0, po në lidhje me k. Në lidhje me x, se nesër mund të kemë ekuacione që mund të jenë, pra, e shohim në shkruajtja të shkurtër, por nesër mund të keni elemente të cilat kanë nevojë për identifikimin e të gjitha pjesëve të tyre. Ose ne duam të ndërtojmë tangentën mbi këtij funksioni. Atë si ndërtohet tangenti? Ne do gjejmë derivatin. Po pas derivatit do gjejmë pikërisht vlerën e derivatit në atë pikë.
Dhe pastaj do shkojmë, pra të gjithë, pra nuk është më si dikur te Desmosi që ti thjesht, por këtu hapa sapi, ai dashe pa dashe përsërit të gjithë elementet të cilët ka nevojë për ta zgjidhur eksaktësisht këtë. Kështu që dhe në momentin që ai kod nuk i funksionon, komenti jepet më poshtë. Pra, mendimi shkon edhe në një nivel më të tu grafikët janë paraqitur në fakt të dyja njëkohësisht. Dhe më tutje, në fakt në kam bërë përgjetjen e rënjve, por ndoshta nga që ju s'po e përdorni, besoj se nuk kam ndonjë interes. Kam marrë një shembull tjetër përgjetjen e rënjve me metodën e Newtonit për të thënë që funksionon në të gjitha situatat, jep zgjidhjen, por ti mund t'i bësh edhe më tutje, t'i bësh edhe në paraqitjet grafike për t'i parë eksaktësisht kjo. Në fakt ajo që do të qëndroja ishte që secili prej nesh, të paktën brezi im, kemi vuajtur grafikët 3D. Grafikët 3D kanë qenë pikët kur thoshte hiperboliti me 2 napa, me 1 napa presori, nuk e kuptonin gjën, nuk e di. Sot teknologjia e ka bërë që ne ta marrim dhe nëse ju e provoni funksionet paraqitjet vizuale të 3D, po marrim shembull më të thjeshtë që kam paraqitur këtu. Nëse familiarizohemi me funksionin me një variabël, paraqitja e funksionit me 2 variabla, pastaj kultura është thjesht një zgjerim dhe ne kuptojmë që mendimi matematik na çon në këtë fazë pa pikën e problemit. Kështu që thjesht ndryshimi është nga një plot normal në një grafik 3D, ku ne kemi përcaktuar kush është zona X dhe kush është zona Y-it. Unë nuk mund ta kopjoja grafikun ta çoja nga duke qenë 3D dhe nuk e lëvizet dot, por do t'u ekzekutohet. Nëse ju ekzekutoni këtë kod, ju do shikoni që ju paraqitet grafiku dhe pastaj ajo që ka të mirë është që merret grafikun dhe rrotullohet. Thërë të gjitha versionet e saj dhe ti e shikon atë, pra, ku shikon një grafik 3D, ti e shikon duke ardhur nga dera, por ti mund ta shikosh nga penxheria, po ti mund ta shikosh. Dhe kjo gjë e bën që ti të kuptosh në të gjitha dimensionet e saj. Gjë që ne kemi vuajtur, ti brezi jonë e di se sa shumë e kemi vuajtur ti. Por shkojmë më tutje, dikush do të ndërtoj konturet e funksioneve të shpjegojmë hartat ne. Të gjitha këto të bëjnë shumë thjesht me një komandë të thjeshtë dhe të bukur. Shembuj të tjerë pastaj mund të zgjedhësh sa të duash, pra to vetëm po ti provosh, se ti shohësh vetëm kështu nuk kanë asnjë lloj vlere, por nëse i provon është vërtet shumë kjo shigjetja e rënjve. Dhe çfarë përfitojnë në fund të fundit nga gjithë kjo histori e përdorimit të teknologjisë? Sigurisht ajo që unë e thënë pak a shumë gjatë gjithë kohës është që ne kemi qëllim këtë, që të rrisim mendimin kritik, që të rrisim gjykimin. Dhe nëse ne do të fusim në mësimdhënie këto lloj element, ju siguroj që jo vetëm tek ata i kemi stimuluar, por i kemi stimuluar edhe tek vetja. Pra pa e provuar vetë nuk ka mësues që pa e provuar vetë të shkojë në një auditor. Mirë, po duke provuar vetë sot gjetjen e rrënjve, nesër do kërkosh një gjë tjetër dhe kështu ne do jemi, se sfida më e madhe dikush nuk është thjesht për përdorje teknologjia sot. Por mos harroni projektet që po bëhen ose trajnimet që po bëhen, klasat e para filloria po përgatitet për teknologjinë me projektet që ka qeveria shqiptare. A do jemi ne gati ta përballojmë këtë brez? Pra ne duhet të përgatitemi jo për këtë aktuali, se ky aktuali ne e përballojmë, nuk diskutohet, por ne do të përgatitemi për këtë lloj brezi i cili do të jetë akoma më i përgatitur kur do të vinë në sistem. Dhe nëse ne nuk do ecim me këto hapa, ju sigurojmë që nuk do ta kapin dot ritmin e tyre. Këto pastaj për mua janë kod dhe ju ham kohën, e ardhmja pra është inteligjenca artificiale dhe realiteti virtual. Unë shpresoj ne në fakt si grup pune kemi në mendje të organizojmë diçka më vonë dhe këto pastaj me machine learning në mësimdhënie, diku nga tetori, nëse realizojmë do të jetë shumë e mirë edhe për juve pastaj një gjë shumë praktike. Sigurisht ajo që unë dua të them dhe ta mbyll është thjesht për të ngritur moralin gjithë matematicienëve që ndjen veten jo aq mirë, ashtu sikurse ne në rutinën e sotme. Ajo që unë dua të them që teknologjia nuk është konkurrente për ne, por është një bashkëpunuese dhe ardhmja është të mendojmë si matematikan dhe të veprojmë si inxhinier. Pra, ne le të edukojmë brezat që përdorin teknologjinë, por e kuptojnë atë nëpërmjet matematikës. Nëse ne nuk realizojmë këtë, atëherë por ama e anashkalova sepse ardhmja thotë në ndahet në shkencëtar dhe teknolog, pra ata që i kuptojnë modelet dhe që ata që nuk i kuptojnë. Ne do të jemi ata që t'i orientojmë që ata t'i kuptojnë. Faleminderit. Dhe ftojmë profesor Frederik Daron me punimin e integrimi i inteligjencës artificiale në arsimin matematik.
Atëherë, po, mirë, që ta kemi edhe kështu. Atëherë sot po flitet shumë për inteligjencën artificiale. Ka fakt disa vite që janë shfaqur programe dhe softe të ndryshme që në bazë të tyre kanë inteligjencën artificiale. Një fjalë shumë e madhe, po çfarë është inteligjenca artificiale, pra çfarë përpiqet që të bëjë ajo, pra këtu kam dhënë një përkufizim i cili më duket më interesant nga të gjitha ata të tjerët, pra është një aftësi që kompjuteri digjital apo roboti kontrolluar nëpërmjet kompjuterit ka për të kryer detyra që zakonisht shoqërohet nga inteligjenca njerëzore, po them, nga njeriu. Kështu që në fund të fundit, pra çdo gjë do të jetë, po themi, e kontrolluar nëpërmjet kompjuterit. Kompjuteri i cili është përsëri nën vëzhgimin e njeriu. Atëherë, megjithëse sot po flitet shumë, në fakt është një term i vjetër. Shumë historianë dhe shkencëtarë të inteligjencës artificiale datojnë atë që në kohën e Greqisë lashtë. Mirë, po unë do të rendis këtu vetëm hapat kryesor që ka patur zhvillim inteligjencës artificiale në shekullin e kaluar dhe në këtë çerek shekull të tanishëm. Studimet e hershme kanë nisur që nga vitet 50-60, pastaj kaloi në atë që quhet në fakt dimri i inteligjencës artificiale në vitet 70-80. Unë kujtohet këtu që në shumë paktën revista dhe libra që kam parë të atyre viteve, kryesisht në rusisht, se për fat keq rusisht bënin në atë kohë dhe literatura ishte e tillë. Nuk flitet ndoshta kështu drejt për drejt me termin inteligjencë artificiale, por çdo gjë ishte në thuancën e kibernetikës. Sidomos kur dolën tranzistorët, filluan të zhvilloheshin qarqe të integruara dhe pastaj në vitet 70-80 ato qarqe që ishin super të integruar, pra me shkallë të lartë të integrimit të tranzistorëve. Në fakt ka patur mjaft pritshmëri për inteligjencën artificiale në ato vite. Kështu që filluan edhe të investonin, të ndanin fonde, të krijonin institucione të ndryshme, mirë po si duket për shkak të zhvillimeve teknologjike edhe jo vetëm, po edhe matematike që ishte mbrapa, nuk arrit atje ku pritej. Mirë po kjo, si më thënë, e zhvilloi matematikën dhe shkencën, si më thënë, nën rrogos. Pra në mënyrë të heshtur, përpjekjet e shkencëtarëve pra bën të mundur zbulimin e mjaft teoremave, po themi edhe zhvillimin e teknikave të ndryshme të matematikës. Në vitet 80-90 atëherë kemi një, si më thënë, një fillim të ngjalljes interesit më të drejt për drejt në lidhje me çështjet e AI-s, pra. Këtu kemi mjaft zbulime, sidomos ato që shtruan truallin, po themi, për rrjetat nervore, sidomos, që janë baza e gjithë këtyre sistemeve apo modeleve të machine learning edhe të data science, ose nxënës automatike dhe shkencës së dhënave. Në vitet pastaj 90-2000 kemi, si më thënë, një boom, një ngjallje të vërtet të kërkimeve, sidomos në fushën e rrjetave nervore, dhe në vitet 2000, sidomos 2010-2015, pastaj aty kemi atë shpërthimin e madh, po themi, të inteligjencës artificiale, ku shoqërohet me mjaft aplikacione të ndryshme. Mirë po ne natyrisht nuk na intereson në vetvete inteligjenca artificiale, ne kemi të lidhur atë me mësimdhënie. Pra, pse duhet ta përdorim inteligjencën artificiale në edukimin matematik? Ka mjaft arsye, Njëra është për shembull mësimdhënia e personalizuar. Pra me anë të saj ne nxënësit, edhe studentët natyrisht, bëjnë një mësim, bëjnë një trajnim, po themi më personal, domethënë më afër vetes tyre. Pra nuk e bëjnë, si më thënë, në atë kuptimin klasik, ku mësuesi i shpjegon për të gjithë, pa hyrë në detaje shumë për secilin nga nxënësit apo studentët që ka, por këtu e gjen më të përshtatshme. Kemi vlerësimin adaptues, pra një vlerësim i cili është sipas nivelit të pyetjeve edhe të përgjigjeve që japin nxënësit. Kemi mjedis mësimor ndërveprues, sidomos me atë që quhet
gamifikimi, po themi, ose kthimi i mësimit në formë loje. Pra mësimit në formë loje. Tani për shumë veta, tani do ta them pak më vonë atë gjë, po është ndoshta një lloj mënyre më e lehtë që ta mësojnë atë nëpërmjet lojës. Pra duke luajtur, duke përsëritur, ai me lojën nuk lodhet se sa mund lodhet sot me thënien qoftë të prindrit, qoftë të mësuesit, ata e ka pak si më të largën. Atë e ndjen, plus që nuk e shikon atë inteligjencën artificiale, nuk e ka si një person ballë për ballë, e ka aty në virtuale dhe nuk është se domethënë pret ndonjë reagim në një qortim për saj, kështu që prandaj ndihet më i lirshëm edhe mund ta përdor atë automatizimi i vlerësimit, pra me anë të saj shumë vlerësime mund bëhet në mënyrë automatike, pra procesi i vlerësimit mund t'i lehtësojë mësuesit kjo gjë, pra që të mos rrinë të lodhen shumë të korrigjojmë, sidomos kur kanë në klasa të mëdha, por mund ta bëjnë më të thjeshtë. Aplikacionet e realitetit të shtuar, që ndoshta edhe u përmendën, domethënë, ose virtual, reagimi në kohë reale, pra softe të tilla që janë përmendur aty, ta japin përgjigjen, po themi aty me një herë. Pra, sidomos mësuesit mund ta kenë parë Photomathin apo Mathway, sa ato tjerët janë pak më ashtu, pa ato me një herë ta nxjerrin përgjigjen, madje ta nxjerrin edhe duke zgjidhur kështu hap pas hapi. Pra nëse problemi nuk është shumë i madh, pastaj në raste të tjera ka edhe softe që janë me pagesë, pra që të japin shpjegime më të detajuar që mund t'i pyesësh për një hap kalimi për shembull, kurse kupton edhe ta shtjellon më shumë. Natyrisht mund përdor për zhvillimin profesional të mësuesve, nxënia e përforcuar, analitika e të dhënave për mësuesit, pra sidomos pra mësuesit mund të gjejnë të dhëna të ndryshme që lidhen me e çurinë e nxënësve ose të bashkëmoshatarëve të tyre në ato klasash pra që kanë. Natyrisht një shqetësim, po themi, është chat GPT-a, ose ndryshe chat generative prej Trained Transformer, e cila u zhvillua në 2022, domethënë vetëm para 3 vite më parë, ajo doli dhe bëri një bujë shumë të madhe, pra po të shikoni termin, unë e kam lënë në anglisht për ta përshtatur, pra nuk është gjë tjetër, një transformues i para stërvitur. Pra që paraprakisht është stërvitur, pra është një model i stërvitur që më përpara, në bazë të disa ushtrimeve, pra shumë gjërave, tani ato janë shumë, aq shumë sa që ne na duken sikur përgjigjet e saj janë njerëzore. Mirë, po ato janë përgjigje të cilat janë futur më parë, pra janë zgjidhje të cilat ChatGPT apo dhe mjetet e tjera të AI-s i gjejnë, i kanë aty rrotull. Ajo është aq e madhe sa që tani unë shtroj pyetjen, a është vërtet kjo inteligjente apo jo? Pra cili është kuptimi i fjalës inteligjencë, që të kesh shumë të dhëna dhe të nxjerrësh pak, apo të kesh pak të dhëna edhe të prodhosh dije të reja. Kto nuk është se prodhojnë ndonjë dije të re, pra dija është aty. Pra është një lloj sikurse dikur më kujtohet ai kampioni rus u ndesh me makinën me kompjuterin, ashtu me dipin, në mesin e viteve 90, edhe në një moment e ndërpreu lojën, sa do ta shtyj meçën. Ndeshja. Pse i thanë ata, si ti po vjen drejt fundit, se do ta shtysh? I thaj, unë do ta shtyj sepse kompjuteri e ka literaturën me vete. Unë nuk e kam me vete, duhet të shkoj në shtëpi, të konsultohem me literaturën edhe të vazhdoj ndeshjen, pra lojën. Kështu është edhe kjo punë. Pra këta e kanë literaturën aty, pra ti bën një pyetje, po themi, po lëm matematike, po marrim një historik ose një pyetje sociale atje, edhe ai të jep përgjigje. Të jep përgjigjen pse? Sepse e ka atje, domethënë i ka atje dhe ai kërkon, pra vjen që ti të hapësh, po themi, 100 libra histori dhe të gjesh ku diun kush e vrau Tutankhamunin për shembull, ai ta jep përgjigjen sepse i ka, domethënë në bazë të atyre fjalëve kyçe, ai shkon dhe kontrollon dhe gjen ato artikujt apo referencat për kancën. Kështu që këtu jam pak skeptike fjala inteligjencë artificiale. Megjithatë e ka artificiale, po
Domethënë janë sisteme të cilat janë të stërvitura, pa janë të natyrës njerëzore, gjithë këta ndërtohen mbi modele matematike. Mirë. Atëherë këta mund t'i përdorim për mësimin e matematikës, sigurisht sepse ka sisteme të tutorimit inteligjent, ka platforma të nxënjes adaptive, pra siç janë Dreamboxi, Alex, Khan Academy, Photomath e tjerë me radhë. Janë këto chatbotet edukative që bazohen mbi AI-n, pra ku ato janë të specializuar, po themi, në fushën, ne na intereson matematika, po i keni shumë për hapur edhe në mjeksi, edhe në fusha tjera ku ti bën pyetjen dhe ai madje mund të dalë edhe ke WhatsApp-i për shembull, ai chatboti, është një aplikacion i cili thot për shembull që ne jemi këtu për t'ju ndihmuar. Atëherë ti bën një pyetje, ai ti përgjigjen, sepse prapa ka këto zhvillime, pra këto një lloj chat GPT më profesional, pra më të orientuar drejt, për shembull, drejt matematikës ose drejt mjekësisë e me radhë. Ka këto aplikime të nxënjes me lojra, apo gamifikimi, pra, që është termi në anglisht, po unë do ta pëlqeja për nxënje me anë të lojës. Tani përfitimet që kanë edhe nxënësit në lidhje me këtë. Sigurisht është ritmi dhe niveli personalizuar, pra ata nxënës të cilët nuk arrin të ndjekin procesin e mësimit me hapjen e shokëve, atëherë duan që ta kapërdin këtë me luk më të vogël. Atëherë mund të përdoren pikërisht këto softe, të cilat ja racionojnë, ja ndajnë në copa më të vogla dhe nxënësit ashtu e kanë, pra në vend që të ngjisë shkallë të mëdha, ai që ka këmbën e gjatë mund t'i kapërcjetë 2 e 2. Mirë, po ai si puna ime e bën një po një jo, domethënë, dakor? Kështu që edhe në këtë drejtim, po themi, ata nxënës të cilët kanë vështirësi, ndjejnë vështirësi, atëherë mund të përdoret pra nga mësuesi, nga prindri, që në mënyrë graduale, hap pas hapi, me hapa më të vegjël, të arrijnë të përveçojnë temat mësimore që kanë. Natyrisht ka udhëzime dhe këshilla që i japin hap pas hapi. Atëherë nxënësit janë më pak të shqetësuar kur kanë një ndihmës siç është AI aty, edhe nuk ndjejnë frikë në matematikë, pra nuk e marrin matematikën me ngurim. Kjo i ndihmon ata që nëse nuk e gjen vetë, mund të bëjë një pyetje këtu, mund të japi një sugjerim ajo, dhe kështu pra e shikojnë matematikën jo si një sferë, po themi, po si një gjë më natyrale. Natyrisht që inkurajon dhe zgjidhjen e pavarur të problemeve. Tani ndoshta kjo mund mos jetë shumë e dukshme në fazën e parë, por mund të shtjellohet më vonë. Përfitimet për mësuesit është informacioni nga analizat e të nxënit, pra ku ai mund të shikojë progresin ose pjesën më të madhe të nxënësve se si kanë përparuar. Natyrisht është kursimi i kohës për vlerësime automatik, pra ato që thamë pak më parë, vlerësimet automatike që mund bëhen, ja lehtësojnë kohën e mësuesit, ja shkurtojnë kohën. Identifikimi i shpejt i boshllëqeve që kanë nxënësit, pra duke patur një vlerësim të shpejtë, atëherë ai shikon ku janë pikat e dobta dhe pikat e forta të një nxënësi. Dhe atje përpiqet që të nesërmen ose të mësojmë më shumë asaj pjesën dhe kështu që ketë mundësi nxënësit përparim sa më mirë atje. Natyrisht ka dhe mbështetjen e të nxënit të diferencuar, por ku mësuesi mund të hartojë, po themi, pyetje, situata që të jenë të përshtatshme për nivele të ndryshme të nxënit. Tani aplikimet të ndryshme që kemi në botën reale, po tani u kam dhënë këtë shprehje që në fakt më ka mbetur nga një film kështu, pra miku mbaj afër, armiku mbaj më afër. Tani kjo varet se si duam ta konsiderojmë ne ChatGPT. Duhet ta konsiderojmë si mik apo si armik. Varësisht nga mënyra që ne e mbajmë atë, do të t'japim dhe emrin. Dakor. Ne thamë këtu deri tani thamë ato të mirat që ka ChatGPT-ja apo AI-ja në përgjithësi, po japim edhe ato, po themi, anët e errta, ose aty ku ne në fakt na shkon gjua. Atëherë sigurisht që
kemi një mungesë të kreativitetit dhe të aftësive në zgjidhjen e problemeve. Pra nëse ne përdorim atë pa kriter, pra e përdorim për çdo gjë, atëherë natyrisht ne krijojmë një varësi të nxënësve nga ky mjete. Kjo varësia bën atë që të ulet kreativiteti. Pra nxënësit mos jenë më krijues, mos kenë mundësi që ata vetë në mënyrë të pavarur të zgjidhin problemet. Po kështu pra kemi në shumicën e rasteve pa mundësi për të shpjeguar arsye-timin. Pra nxënësi nuk e dallon menjëherë atje që cila është arsyeja pse ka dalë ajo përgjigje, cili është arsye-timi që është bërë në ato rast. Çfarë faktesh janë mbledhur, janë marrë parasysh në zgjidhjen e një problemi. Tjetër kemi mbi theksimi e aftësive kompjuterike. Pra varësia që krijojnë ata, i duket sikur kompjuteri, pra ose në këtë rast AI-ja, pra inteligjenca artificiale do të zgjidhë çdo gjë. Edhe kështu, pra po themi atë që quhet ndoshta në termin pak më të vjetër fetishizimin e inteligjencës artificiale. Dhënia e më shumë meritave se në të vërtetë ka ajo. Ne i kemi gjithë këto mjetet, i kemi në ndihmë tonë, në ndihmë të njerëzimit. Ashtu sikurse po themi makina larse, lavatriçja, shërben për të larë rrobat, po tani kur s'ka drita çfarë do bëjmë? Do rim pa larë, pra do t'i lajmë rrobat me dorë. Pra edhe këtë mënyrë, pra në një farë kuptime, edhe kjo do duhet që ne të ndërgjegjësohemi, pra që t'ia vëmë në theks nxënësve dhe studentëve që shikoni që nuk duhet mbi vlerësuar inteligjenca artificiale. Pra gjykime në të dhënat dhe algoritmet. Po, tani këtu do të ndalem 2 minuta për shkak sepse të gjithë këto janë mbështetura dhe janë të ngritura mbi modele matematike. Dhe janë të stërvitura me të dhënat reale. Tani të dhënat që kanë përdorur për t'i para stërvitur këto mjete, ndoshta nuk janë të gjitha përfaqësuese të çdo gjëje. Në këtë mënyrë ne kemi një model të anuar, pra biaset model, pra të zhvendosur, pra nëse bëhet një vlerësim statistikor, ne kërkojmë që ai të jetë i pazhvendosur, pra unbiased. Ky mund të jetë i zhvendosur, sidomos kjo ka të bëjë me të themi me popujt e vegjël, po themi me të dhënat e nënpërfaqësuara. Pra meqense shumica e dhënave vijnë nga bota, po themi anglo-amerikane ose anglisht-folse, të popujt e tjerë, po themi, nuk janë shumë përfaqësuar, të dhënat që ka atje, ndoshta nuk janë ato që duar, kështu që të mjaft probleme, po themi, nuk e gjen atë përgjigjen e përshtatshme. Të jep një përgjigje, sigurisht s'le pa përgjigje, por ajo mund mos jetë 100% ose shumë e përshtatshme për situatën konkrete. Kështu që prandaj do duhet që të përgjigje që marrim atje ti shikojmë nëse përputhen plotësisht me realitetin apo. Mungesa e inteligjencës emocionale. Ajo është një mjet pra i ftohtë. Kështu që në një farë kuptimi është i mirë për të gjykuar. Mirë, po në procesin e mësim-nxënjes, sidomos tek nxënësit në nivele sa më të ulta, ai ka nevojë për këshillimin e mësuesit. Pra për emocionin, për pyetjen, për nxitjen. Pra nëse pra çfarë mendimesh, çfarë faktesh, çfarë situata, çfarë na duhet ne që të arrijmë në zgjidhjen e problemit. Kjo lloj nxitje nëse ti e ke mirë, ose shikoje kështu, shikoje ashtu që mund t'i thuhet në nxënësit, po themi në klasat e fillores ose edhe në të mesmes, kjo i mungon inteligjencës artificiale. Kështu që kjo është një mangësi shumë e madhe që nuk më zëvendëson dot rolin e mësuesit. Përse ky është një problem. Pra një nga çështjet që ngrihet sot në botë është a do ta zëvendësojë inteligjenca artificiale mësuesin. Nuk ka shanse, domethënë. Natyrisht që mund ta reduktojë në një farë mase punën e mësuesit, pra mund mos duhen kaq shumë mësues në të ardhmen, por që nuk e zëvendëson dot kur ato punë. Natyrisht kemi edhe të dhënat intime dhe shqetësimet e sigurisë. Me anë të saj, pra kur hyn atje inteligjenca artificiale mirëmjaft të dhëna personale. Edhe një nga çështjet e diskutueshme, të cilat mundohen që të vendosin rregulla dhe ligje të forta, është që këto dhëna të jenë sa më të mbrojtura edhe të mos përdoren për qëllime të tjera pastaj.
Kemi varësinë që thamë atje, mungesa e ndërveprimit në kohë reale, kemi thjeshtësimi të tepruar i koncepteve, pra aty pra thjeshtohen aq shumë konceptet sa që nuk e di, në shumë raste mund të jetë një lloj banalizimi që i bëhet problemit, po themi dhe nxënësit nuk arrin ta kapin thelbin. Edhe e fundi që do doja ishte këtu ngurtësimi në kurrikul. Pra ai nuk i përgjigjet në kohën e dur ndryshimeve të shpejta, nëse ka ndryshime të shpejta në kurrikul. Ajo është e stërvitur me të dhënat të kaluara. Pra bazohet në kurrikula që tashmë janë, po themi, të prej vitesh. Nëse ne do të bëjmë një ndryshim kurrikule, ose për vendet që kanë kurrikul të ndryshme nga kjo që thash anglo-amerikane, atëherë do të ketë shumë probleme. Atëherë, me anë të kësaj, unë kam dashur të thotë që mësuesit apo njeriu bëhet i varur, ndërkohë që makinat mësojnë. Pra njeriu gjithmonë po varet nga teknologjia, ndërkohë që po mësojnë makinat. Nuk e di a është kjo gjëja e dur, por me që kaloi dhe koha, unë do të thoja që është më së imperative që ne të fillojmë edukimin e mësuesve me AI. Pra që ata të dinë njerëzit, të njohin se çfarë është kjo, çfarë të mira është të meta ka, si mund ta përdorin atë, pra ashtu sikur se u bë trajnimet në lidhje me këto periudhat e kaluara, deri tani do duhet që të kishim në perspektivë, sepse që ne të edukojmë nxënësit për 20 vite të ardhshme, duhet të edukojmë mësuesit që 20 vite më përpara. Pra mësuesit e tanishëm duhet t'i përshtaten kësaj teknologjie. S'duam ne, ato e kemi në mes tonë. Okej, mirë, faleminderit. Ma shka nga ullum, s'ka problem. Nga prezantimi i Federikut dhe nga slajdi i parë, çfarë është inteligjenca artificiale. Një problem që ndeshet jo vetëm me konceptin e inteligjencës artificiale, po dhe në koncepte tjera. Hymë edhe gëmojmë në literaturë për shpjegimin e diçkaje dhe ajo që gjejmë nuk na sqaron motorin e brendshëm, po jep një përshkrim të jashtëm të gjërave, janë më shumë për kufizimet karakterit marketing, për të tërhequr edhe masën e njerëzve që eventualisht mund mos jenë ekspertë të fushës. Ne këtu jemi mes matematikanëve. Vetëm inteligjencë artificiale nuk ka asgjë inteligjente brenda vetes. E thënë në mënyrë të trash, është vllai i madh i regresit linear. Statistik banale. I vetmi ndryshim është se regresi linear funksionon mbi një re pikash të kufizuar në një hapësirë me 2 përmasa. Këtu kemi të bëjmë me probleme, po e quaj, në një hapësirë me praktikisht pafundësi dimensionesh dhe kuptohet, nuk mund të përdoret po ajo teknik që përdoret për regresin linear, po përdoren teknika të tjera matematike. Në fundit është stërhollimi i teorisë së grafeve. Pa metrizimi i një grafi bazuar në një re pikash në një hapësirë
shumë dimensionale. Dhe me të shfaqen po ato probleme që janë me regresin linear. Për sa kohë që pyetja është brenda fushës të përcaktimit, pra brenda bashkësisë të dhënave që janë grumbulluar në internet 20 vitet e fundit, ajo jep përgjigje relativisht të kënaqshme. Dolëm jashtë kësaj zone, përgjigjet janë kot. Kështu që ajo që do të them si specialist matematikës, duhet ta kemi mirë parasysh këtë gjë. Është thjesht një metodë statistikore e stërholluar për hapësirat. Kur themi shumë dimensionale, faktikisht pafundësinë dimensionesh. Faleminderit. Përshëndetje. Atëre, për takimin e sotëm për workshopin, ideja është nxitur nga problemi i testeve, do më punë e përditshme që kemi ne me teste matematikës, qoftë në procesin mësimor që kemi në universitet, qoftë edhe duke nisur nga gjimnazi. Këtu kemi mësues gjimnazi apo jo? Keni kështu është gjë shumë e mirë që kemi edhe mësues gjimnazi. Testi është shumë i rëndësishëm dhe procesi i testimit të studentëve, përgatitja e testit, po dhe së mos korrigjimi dhe vlerësimi i testeve, është një proces shumë i rëndësishëm sepse aty është gjithë puna e tyre dhe vlerësimi i tyre ka shumë rëndësi për studentët, qoftë edhe për ne. Testet e rëndësishme, procesi i testimit dhe vlerësimit të testeve, natyrisht që ka evolucionin e vet. Dhe ne shikojmë se për shkak të ndryshimeve të mëdha që janë bërë në gjimnaz, tekstet e matematikës, kurrikule e tjera, natyrisht që ne shikojmë dobësitë që po ndodhin. Edhe në testimin që bëjmë me studentët mos në vit parë, natyrisht ne po shikojmë atë nevojën e madhe të përshtatjes, meqense është krijuar ajo diferencë e madhe ndërmjet dijeve të matematikës në gjimnaz dhe atë që kërkon universiteti, se universiteti nuk mund të dobësohet, universiteti duhet të zhvillohet. Atëherë ne e shikojmë se sa më dobët janë studentët që janë në vit parë. Testet e rëndësishme, testet janë shumë të rëndësishme qoftë edhe për personin, për individin, qoftë edhe për sistemin arsimor, gjimnazi, shkollën e mesme ose për universitetet. Testet maturës janë shumë të rëndësishme sepse përcaktojnë shumë për nxënësit, gjithashtu edhe testet tjera të rëndësishme, qoftë personale në shkollë, testet olimpiadës në garat lokale ose edhe testet ndërkombëtare, shumë të rëndësishme. Kështu që ideja për të përgatitur këtë material, unë më ngacmua kur shkëm në olimpiadën e universitare që u bën në Korçë në 4 mars. Edhe unë personalisht unë ndjej që s'isha gati për atë olimpiadë, por gjithmonë është mirë të shkosh. Se edhe shikon se çfarë ndodh. Edhe në olimpiadën ballkanike morën të paktën 10 vende, se vinë edhe vende të ftuara siç është Turkmenistani e tjera. Ushtrimi ajo si olimpiad ka 10-15 vjet që organizohet. Ne papritur ne pam që është një organizim i tillë olimpiada studentore. Është një tjetër që zhvillohet në Bullgari, në këto universitetet e hapura, janë 2 olimpiada me studio paralele, ndoshta ka edhe të tjera. Në këto olimpiadë që zhvillohet në Bullgari, ndoshta në Sofia, Shqipëria ne s'kemi marrë pjesë asnjëherë. Në këtë olimpiadë morëm pjesë për herë të parë dhe ka filluar që nga 2007. Ne morëm pjesë për herë të parë. Kurse në anë tjetër në Bullgari, Kosova ka një 3 vjet që shkon, ne akoma marrim pjesë me studentat më të mirë. Ne dim që jemi më dobës e tjera, por kjo nuk ka rëndësi. Rëndësi që ka që ballafaqo dhe pastaj do lëvizësh. Dhe pas disa vitesh natyrisht që do bëhesh gati. Dhe dobësia nuk është se qëndron vetëm tek studentët. Dobësia qëndron edhe tek ne, Dobësia është edhe tek unë.
Unë e dija që isha i gatshëm për të marrë pjesë në atë, po procesi ishte fantastik, kështu që unë do i fituar nga gjithë kjo histori. Tani ku erdhi problemi që testet që u zhvilluan në Olimpiadën, testet ishin shumë të vështira, vërtetimet ishin ushtrimit ishin nga algebra lineare kryesisht, algebra lineare dhe kalkulus, domethënë analizë matematike 1-2 ishin testet, domethënë një gjë që mund të bëhet. Në ato ishin shumë të vështira dhe unë vetë personalisht bashkë edhe me kolegët që ishin aty e ndjem që ishte shumë e vështirë për të bërë me korrigjimet. Për fat ishte dhe skemat e vlerësimit që ndihmojnë gjithashtu. Po gjithsesi problemi është. Tani po merrem pak me testet e maturës, meqense kemi edhe mësues të gjimnazit. Testet e maturës, ne kemi arshivin e maturës, të gjitha testet e maturës e kam marrë pjesë në një korrigjim të testet e maturës, të gjitha testet e maturës dhe zyshet i din janë të shoqëruara bashkë me skemën e vlerësimit, e cila ka të bëjë me atë që analizon zgjidhjen e ushtrimit. Domethënë është prezantimi i ushtrimit edhe pastaj bëhet vlerësimi. Edhe studentëve që janë vit parë, studentët që janë domethënë që unë jap analizë ose në një lëndë tjetër, kur bën zgjidhjen e ushtrimet ata thjesht shkruajnë ushtrimet, domethënë shkruajnë veprimet. Formula e parë, 2 e 3 dhe supozohet që doli dhe u zgjidh. Po ndërmjet dy formuleve ke një veprim të tillë, ke një proces, ke një shpjegim, ke zbatimin e një teoreme, ke zbatimin e disa vetive të një funksioni etj. Dhe këto gjëra janë që duhen përmendur. Domethënë ky thjeshtëzimi i vërtetimeve ose zgjedhjet e ushtrimet që po ndodh tani është i tmerrshëm. Domethënë ai pjesa e rëndësishme që është ajo pjesa e përgatitjes historike dhe ne ndim se ndodh kjo. Atëherë ky është një pjesë e një skeme vlerësimi tipike që unë kam marrë nga materialet në Ministrinë e Arsimit dhe thotë nëse është ky problem, atëherë ky problem do ndahet në disa pjesë dhe thotë procesi zgjedhjet të këtij ushtrimi ose problemi është kjo, në fillim do të deklarosh këtë, pastaj do bësh të skem, do bësh diagramën e vendit, pastaj do thuash këtë, pastaj këtë dhe në fund fare do përmendosh. Dhe secila fazë ose hall ka vlerësimet e veta. Ai gjithë gjë ishte edhe në kurs. Pjesa më e madhe e studentëve në vit parë i ka bërë këto gjëra dhe nuk i përmendin fare. Dhe kur e paraqit testin, domethënë ai quan vetëm të supozuar që i ka bërë meqense do rezultati. Por mungojnë pjesë e rëndësishme që është ky shpjegimi teorik, procesi i shpjegimit të gjitha veprimeve që ke bërë ti. Dhe meqense mungojnë natyrisht që ai s'mund të marrë pikë për mendimin tim, këto pjesa e shpjegimit dhe vlerësimit e shpjegimit teorik janë më të rëndësishme se sa thjesht zbatimi e formulave, kështu që ato të jenë për mendimin tim 60% e vlerësimit të testit. Po gjithsesi, këto kanë peshën e tyre. Këto janë disa raste të skemës së vlerësimit në testet e maturës, në ushtrimit së bashku me vlerësimit, gjë që ne kur e shikojmë në universitet vit parë, shikojmë që studenti nuk e ka më këtë aftësi për të shpjeguar se çfarë ka bërë. Ai thjesht zgjidh ushtrimin dhe me kaq. Dhe e keqja është që supozoj që ai e ka zgjidhur ushtrimin dhe kur i them që shikoj në testin maturë ju e keni patur dhe disa gjëra të tjera që ju keni humbur shumë pikë në maturë, nuk e di sa është testi maturës 50 pikë, më duket matematika 60. Atëherë unë them nga 60 ju keni marrë 42 ose 45 sepse ju keni haruar të përmendni këto gjëra që bëjmë këtë, pastaj përdorë vetin e këtij funksioni logaritmik etj. Dhe meqense ju nuk i dini këto gjëra ju keni humbur. Me fjalë, ju nuk do vazhdoni ta ndëshkoni më veten duke humbur këto. Po këto gjëra ata si bëjnë më, sepse përdesa nuk e kanë mësuar teorinë, ata e kanë humbur, nuk e përdorin më. Kështu që problemi është se si ti rikthesh prapë tek ajo. Këto janë testet e Olimpiadës në Korçë, shumë të vështira. Domethënë kishte disa variante zgjedhëse shtetet që kanë sjellur ushtrimet, që kanë propozuar ushtrime, ata sjellin së bashku me ushtrimin, sjellin dhe skemat e vlerësimit. Ne s'kishim propozuar asnjë ushtrim, praktikisht ne s'ishim gati fare për ata dhe donëm shumë dobët, kështu që le të jetë kjo një mundësi për të parë që çfarë mund të bëjmë më të ardhmen. Kështu që ata sollën së bashku me 4-5 zgjidhje për ushtrimin dhe ne punuam me këto. Gjatë kohës që shikonim këtu ne pashim shumë të vështira dhe mendova bashkë me një koleg që ishim atje, mendova që të shikojmë se mos bëjmë në një lojë me ChatGPT, po ChatGPT nuk ka rënë ti bëj, nuk është akoma gati për të gjëra. Po gjithsesi unë nga simpatia e jashtëzakonshme që kam për këto AIT, thashë mendojmë se edhe bëjmë ca pyetje që si mund të na ndihmoj për këto, se ndajmë deri 2 natës duke marrë me ato dhe do të debatonim që sa të japim këtij, sa të japim atij. Për fat të mirë ata ishin shumë profesionistë, kështu që ata vlerësimet e studentëve tyre i bën me shumë profesionalitet, kështu që na ndihmuan jashtëzakonisht për të mbyllur. Domethënë ata ishin më të përgatitur se ne. Se edhe korrigjuesi është duhet trajnohet. Ne po flasim për trajnimin, po ne është trajnimi ynë. Ne kemi trajnuar, do trajnojmë dhe ai tona dhe që ajo pastaj na shërbejë neve. Ata ishin shumë trajnuar dhe ishin shumë të zotë, kështu që eci.
Dhe ne u përpoqëm mos bëjmë gjë, po si ishte gati, as ne si ishim gati edhe është akoma shumë kjo për ChatGPT-n që të bëjnë ndonjë gjë. Gjithsesi, në kuadrin e kësaj, unë jam përpjekur, domethënë, testet e zgjidhur me ai, ne e dim se çfarë bën studentit sot, edhe në testet që kanë bërë ose detyrë që japim në klasë, unë i laj që të punojnë dhe me ai, po është e rëndësishme që ndërkohë që ti e merr modelin e merr zgjidhjen, është e rëndësishme që ti justifikosh të gjitha veprimet që janë kryer aty. Dhe kjo është ajo pjesa e vështirë, ai duhet të shpjegojë që çfarë ka ndodhur. Dhe për ta shpjeguar të gjë, ai natyrisht do kthehet tek ajo baza përgatitje teorike që e ka bërë më parë që s'ka ndodhur. Kështu që ne kemi problem me këtë. Më parë zgjedh më të thjeshta, ne i mbajmë atë studentar me fotomathin e tjera që i skanoni dhe i jep të përgjigjen. Dakord. Një test i thjeshtë me një student me studentët e vitit parë në Universitetin e Tiranës, një integral i thjeshtë që i dham për ta zgjidhur. Edhe ideja është që këtë integral që e jep studenti për ta zgjidhur, studenti, në pjesën më madhe studentëve e zgjidhin në mënyrë më të thjeshtë të mundshme, thjesht bën gjitha veprimet, nuk ka asnjë fjalë, asnjë shprehje dhe asnjë justifikim të veprimeve të tij e tjera, edhe zgjidh. Tani problemi është kjo, ai, domethënë secili punon, ne i kemi këto me të cilat punojmë ne, unë domethënë i kam provuar të tëra, se megjithëse kam lexuar shumë dhe kam parë edhe shumë artikuj që krahasojnë kush është më i miri. Për shembull, është ChatGPT-ja, është Gemini, është DeepSeek që doli që bëri dhe ai atë efektin e vetë jashtëzakonshëm, edhe Groku, lamën të Facebook-ut se kanë përdorur dhe nuk e di si mund ta gjej ata. Po, domethënë katër janë mirë. Katër i kanë përdorur të katra, edhe tepër natyrisht që kanë punuar me ChatGPT-n, edhe natyrisht ChatGPT-ja duke qenë asistent i yt dhe duke qenë se është personale, ti do ta trajnosh ata. Dhe sa më shumë që ti kërkosh, ai natyrisht e kupton që kush je ti, ndoshta mund të bësh ndonjë prezantimi që fusha ime interesi është kjo etj. Që natyrisht do thellohet në atë fushë interesi ku je ti dhe do jetë më i aftë për përgjigje të mëtejshme. Me një fjalë ti e trajnon atë si ai asistentin tënd, se po bisedoj me profesorin që profesor doktor të universiteteve tona. Domethënë janë tituluar në një farë mënyrë të bëjnë punë shumë të rëndomta, merren shumë me studentët. Profesor doktori është në pozicion udhëheqës, do të merret me projektet, me udhëtimet e tjera. Do të lëri asistenti që të merret me studentët apo jo. Ose profesori doktori të ne merret edhe me korrigjime studentëve, merret edhe me studentit, por më është gabim. Ai do të merret me punë më të larta, mendoj unë. Atëherë meqenëse ne na doli ky ndihmës i jashtëzakonshëm që është ai, atëherë ne ta bëjmë një asistent sa më të aftë, sa më të zot në këto, që ky asistenti pse na ndihmojnë që të vlerësojmë studentët. Natyrisht do shumë kohë, po si fillim. Atëherë, në qoftë se këtë ushtrim për shembull e jep disa AI-ve për shembull që siç e kanë provuar të tjera dhe kanë mbaruar, ata pak kështu japin të njëjta gjë. Më duket se Groku dha edhe një zgjidhje tjetër përveç të zgjidhjeve domethënë klasike që janë në tekst, dha një tjetër me trigonometri, më të avancuar. Po gjithsesi, në qoftë se bën pyetje që zgjidhe këtë gjë të integralin dhe ai e bën dhe pothuajse ai thjesht sa bën studenti. Pastaj nëse kërkon më shumë, natyrisht që ai do kërkojë brenda literaturës së vet për ta zhvilluar dhe natyrisht që ka një përgjigje shumë më të mirë dhe më të hollësishme. Edhe këtu i kanë metodat, domosdoshmë zgjidhja e këtij integralit është njësoj pothuajse të gjitha, i bëjnë me të gjitha, logaritmi etj dhe të gjitha u bëjnë. Dhe gjatë kësaj kohe i deklaron sepse ka kërkuar ti me hollësi që unë e dua me sa më shumë hollësi. Dhe arrin që i bën të gjitha. Kurse ky është zgjidhja e thjeshtë që ka bërë një student. Që e mori asistenti, ai e studentit, nuk është i trajnuar që të bëjë mënyrë kaq hollësishme. Me fjalë, ne mund të bëjmë atë, më thuaj ça ai e ket them se kush je, apo jo, mund të funksionojë kjo si shprehje. Se nëse e ke trajnuar dhe ai ajo të jep përgjigje hollësishme, domethënë që ti ke punuar shumë atë dhe ai është edukuar. Edhe ndërkohë ai është studenti e pyet, mund ta pyesi, domethënë në të gjitha fushat ku ka provim ai e pyet për matematikën, pastaj bën një pyetje nga fizika, kështu që ai sarin ti jetë ashtu, kështu që thot hajde edhe shtyn. Ndërkohë ti e ke përgatitur atë ai intende që të shërbejë si asistent yt për të bërë. Edhe ajo që e rëndësishme pasi domethënë ai këto katër ai unë me deri tani më shumë ndresim kam me Gemini që po ndiej më mirë, që po punoj më mirë, ndoshta nga që ajo ChatGPT është shumë e ngarkuar, se nga që u mësuan me atë dhe shumë e ngarkuar, siç thoshte Sam Altmani, domethënë procesorët tan po shkrihen nga puna, se temperatura e serverat po punojnë jashtëzakonisht. Kështu që ta besoj do bëjnë një lloj klasifikimi të pyetjeve, pyetjet e thjeshta do t'i angazhoj më pak energji e tjera sepse ka dhe shpenzime të jashtëzakonshme. Po Gemini më duket sikur do më ndiej më mirë me atë, Atëherë pasi
në bashkëpunim me AI-n, me Gemini për shembull, u morën vesh që kjo është zgjidhja e mirë e këtij ushtrimi, atëherë unë them që ngarkoj fotografinë e ushtrimit të zgjidhur nga studentët dhe them që shiko, vlerësoj këtë në bazë të ushtrimit të mirë dhe ato që mungojnë do i vlerësosh me minus, ato që janë bërë do marrin plus pikë, vlerësimi është nga 1 deri në 10 pikë, ato që mungojnë që janë për shembull nuk përmendet vetja e logaritmit në një rast ose në një veti tjetër ose çfarë metode përdoret, ato do kenë minus pikë, vlerësimin do të lësh, do ta gjej vetë ai -1 ose -1 pikë. Më vonë ato ulësirat do përmirësohen natyrisht dhe në fund fare i thojnë bëj të vlerësimin dhe ata i bëjnë vlerësimin. Ata atëherë i klasifikojnë dhe nuk e di kjo e para se shikoj mirë. Atëherë nga 10 pikë tek e para ka marrë 3 pikë për atë. Tek një nga këto çanti, tek groku i Elon Musk-ut i X-it ka marrë 6 pikë nga 10 pasi ka bërë vlerësimet që mungon kjo, nuk ka prezantuar këtë, nuk ka thënë atë etj. Kështu që ka marrë minus. Me fjalë është të ndihmon dhe kjo është shumë e përshtatshme dhe për t'ia vënë përbalë studentit, se kur vjen studenti që të tregon thotë ja profesor këtë e kanë bërë, këtë e kanë bërë, po thoj shiko, mungon kjo. Dhe kur i vendoset një asistent para, në një farë mënyrë bën një lloj kështu vlerë zyrtare, kështu që e bën më të lehtë këtë. Me DeepSeek-un nuk e di sa është, edhe DeepSeek-u shumë e mirë është. Ka bërë dhe vlerësimin në bazë pasi i ka dhe modelin e zgjidhjes së procesor, atëherë bën dhe vlerësimin që mungojnë këto gjëra ose këto i ka thënë gabim, vlerësimet e veta, gjithashtu edhe me Gemini, kështu në një farë mënyrë ti e bën vlerësimin se leximi i tekstit, i fotografisë lexohet bëhet shumë i lehtë nga AI. Në fund fare ti e bën vlerësimin e plot të studentëve me ndihmën e këtyre, të testit me ndihmën e këtyre. Dhe vlerësimi dotar duke përmendur dhe shiko çka ka bërë, çka bërë e tjera, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Ti i rikujton studentit që shiko, nuk mjafton të zgjidhë ushtrimin thjesht. Është shumë e rëndësishme që të shpjegosh se çfarë ke bërë. Kjo është përgatitje teorike. Domethënë në një farë mënyrë është një presion shumë e mirë që ti rithehen përsëri mësimit teorik. E gjithë kjo krijuar nga matematika teorike. Kështu që një nga gjërat e rëndësishme është që një nga gjërat që duhet ta nxisin ne ChatGPT dhe këto të AI-të sotme është që ne duhet i rikthehemi dhe të përmirësojmë sa më shumë dijet në matematikën teorike. Matematika teorike është jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe ne dimë që këtu kemi probleme të mëdha të dobta, të dobësisë. Po, kjo ishte, faleminderit. Këtë prezantim e kam ndërtuar dhe modeluar nga eksperienca në si trajnuese në programin e zhvillimit të arsimit nga Ministria e Arsimit. Si prezantim, më shumë i drejtohet mësuesve të gjimnazit sidomos dhe të gjithë arsimit që nga fillori i mesëm i ullët, por më i rëndësishmi, do më thënë në këtë prezantim, unë kam ndjekur për mësuesit e gjimnazit si shembull. Pse mendimi kritik dhe krijues? Pse duhet ta nxisim? Kemi parasysh botën ku jetojmë tani. Ajo është plot me sfida jo vetëm për ne, por është plot me sfida së pari për fëmijët tanë, për brezin e ri. Pra nuk jemi më në një botë ku çdo gjë ishte e ndërtuar në mënyrë të tillë që ishte si programuar në atë jetën tënde. Tani gjërat ndryshojnë shumë shpejt. Dhe këtij ndryshimi duhet i përgjigjemi edhe në mendim. Fëmijët tanë, nxënësit tanë, nuk janë më nxënësit siç kemi qenë ne. Dhe këtë mësuesit duhet ta kenë shumë të qartë, se kjo është një nga problematikat që hasa gjatë trajnimit. Fakti që mësuesit më thoshin, po jo se në kohën tonë, dhe unë i thoja stop, nuk ka më në kohën tonë. Tani jemi në një kohë tjetër. Kështu që duhet i përshtatemi kësaj kohe, këtij realiteti. Pse u fokusova tek mendimi kritik dhe krijues? Sepse për mua një nxënës kur mbaron gjimnazin duhet ta ketë të qartë rëndësinë e pavarësisë së mendimit të tij. Që të jetë një qytetar i aftë më vonë për shoqërinë tonë, sepse unë kështu e mendoj shkollën. Shkolla për mua nxjerr qytetar dhe sa më të aftë janë ato, aq më i mirë është produkti shkollor. Nuk ka rëndësi nëse është mirë me mësime, nëse ka 10-a, 9-a, unë nuk jam për notën shumë. Jam për një nxënës i cili ka mendimin e tij dhe merr vendime bazuar tek vetja e tij.
Për këtë duhet familja, po duhen dhe mësuesit. Roli I tyre është I pazëvendësueshëm. Për të zhvilluar këtë mendim kritik dhe krijues, nuk duhet të normalisht të rrim në një riprodhim mekanik ku mësuesi kënaqet në thonjza, po kënaqet me atë që e mori metodën fëmia, e mësoj si zgjidhet një ekuacion dhe e lë me aq. I vë notën, duke pas parasysh të gjithë ngarkesat, të gjithë gjërat, por vë notën, mbaron punën dhe nxënësi është I kënaq. Por në qoftë se e shikoj ma nxënës që atë 10, atë 9, atë not e ka vetëm për riprodhim mekanik, ajo not nuk vlen asgjë. Prandaj duhet nxisim mendimin kritik dhe krijues. Dhe për këtë, përveç se mësimi nuk duhet ri I ngurtë në klasë, duhet ta transformojmë orën e mësimit, jo gjithmonë, sepse ka tematika të cilat ne duhet jemi shumë kujdesshëm, mësuesi duhet I trajtoj, duhet jetë vetë qendra e mësimit të asaj ore mësimore, po ka tematika ku duhet jetë nxënësi qendra. Pra, të ketin ndërveprim, bashkëpunim, të eksplorojnë, të ndajnë mendimet, qofshin dhe gabim, nuk ka problem. Pra, duhet të jetë I sigurt që mendimi I tij nuk do paragjykohet. Dhe për këtë, nga metodologjia ne kemi metodat bashkëpunuese që do të shohim disa prej tyre, dhe gjithashtu qasja STEM është shumë e rëndësishme, sepse bën ndërlidhjen që ai nxënës e ka aq problem në mendjen e tij dhe shtron pyetjen shpesh herë. Për çfarë më duhet matematika mua, thot. Më dëgjoni kështu apo? Për çfarë më duhet matematika mua, thot nxënësi. Atëherë STEM-i e bën këtë lidhje. Okay. S'ka gjë. STEM-i, po ka, duket sikur ju pengoj me, okay. Pra, dhe në këtë prezantim, ajo që unë kam bërë, nga motivimi së që thash, sipas nga projekti I trajnimit të mësuesve të matematikës, përfshirja në to të gjithë cikleve, nga fillori deri tek arsimi mesëm I lartë, synimi ishte si të zhvillojmë aftësinë dhe nxisim mendimin kritik dhe krijues dhe si metodë përdora fokus grupin me 25 mësues. Dhe bëja pyetje, ishte përshkrues si kod, pra mbaja shënime dhe arrita në këtë rezultat. Mësuesit nuk ka nevojë për trajnime sa për t'u bërë. Kjo është shumë e rëndësishme. Mësuesi më mirë nga feedbacku që mora prej tyre, ka nevojë për shembuj konkret. Si ta prezantoj unë një orë mësimi? Çfarë të bëj unë? Se mirë, kështu I dinë këto. Edhe kanë të drejtë. Pra ishte në fakt në një trajnim ishte shumë pozitiv, jo vetëm për mësuesit, por edhe për mua, si ishim shumë të lirshëm, bashkëbisedim dhe këtu e kam ndërtuar në këtë formë. Pra, si të marrim shembuj për të nxistur mendimin kritik dhe krijues. Së pari, në qoftë se klima në klasë ishte një nga përgjigjet që mora, I thash, si mendoni ju mësues, kush e vret mendimin kritik? Edhe përgjigjet ishin rreth kësaj që po them tani. I pari që vret mendimin kritik është vetë nxënësi, nga paragjykimi që ka ndaj vetes për përgjigjen që jep. Po kjo do të thotë që klima në klasë nuk është e sigurt. Pra ai nuk mund të shpreh një mendim që ndoshta s'është I saktë. Le ta shpreh. Prandaj është mësuesi. Mësuesi krijon klimën e sigurt në klasë. Gjithmonë. Nuk e tha saktë, po punë e madhe. Sa gjëra s'kemi thënë saktë neve, dhe fëmia fillon dhe qetësohet, se kupton që prit se dhe mësuesi s'është gjithmonë I saktë. Asnjëherë mësuesi s'duhet t'japi modelin që perfekt, që I di të gjitha. Nuk është e vërtetë. Edhe unë me studentët e mi, ja kam fut kod këtu I them, gjini gabimin. Ato hapshin sy në fillim, ka seriozisht, kisha seriozisht, ja kisha fut kod. Se kisha mendje në atë moment. Ta kuptojnë që gjithmonë jemi në përmirësim. Kështu që ato fillojnë duke pasur një klim të sigurt, fillojnë e flasin. Japin mendimin. Fillon gjeneza e mendimit kritik. Fillon besimi ke vetja, ke ajo që ai do të thotë. Gjithashtu dhe planifikimi I aktivitetet të diferencuara, se mësuesi më thoshin, o zyshe, po nuk janë gjithë njësoj. Jam dakord, nuk janë gjithë njësoj. Por ndërkohë
ti i jep i nda në grupe dhe i jep një fëmijë që nuk ka arritjet shumë të kënaqshme, i jep një problem që ai mund ta zgjidhë, por edhe mund të shkoj pak më tutje. Të paktën bazën ai e fillon problemin. Pra ti jep sigurinë që ai e nis problemin. Ndoshta se çon deri në fund, s'ka gjë, po e nis. Dhe kështu ai do dhe ta bitisi pastaj. Kështu që fillon dhe mëson më shumë. Pra nuk është e thënë që ne t'japim më të vështirën, por jo, secili aq sa mundet, por gjithmonë që të shkojë dhe pak më tutje, siç bëjmë dhe me veten tonë. Dhe përdorimi i teknologjisë në gjimnaze dhe në shkollat nënvjeçare, Desmos, GeoGebra, Festimulation, janë programe që mësuesi duhet i përdori patjetër. Tani janë dalur në disa metoda të nxënit në bashkëpunim. Pra, themi, ç'a do bëjmë? Si jemi në klasë, si do ta nxisim këtë mendim kritik dhe krijues? Për këtë kemi punën në grup me rolet strukturuara, për shembull, supozojmë jemi në zgjidhjet një ekuacioni ose një sistemi, njëri e modelon, tjetri e zgjidh në mënyra algebrike, pra ose me metodë zëvendësimi, njëri me metodë eliminimi, njëri grafikisht, kontrollojmë. Pra, bëjmë një punë në grup. Ecja në galeri është gjithashtu një metodë tjetër. Ne do t'i shohim me kujdes lojën me role dhe ecje në galeri në shembullin që kam marrë. Çfarë përfitojmë nga këto? Pra, nëse ne do shohim nxitjen e mendimit kritik dhe krijues, fjala kyçe është bashkëpunimi. Fëmijët duhet bashkëpunojnë me njëri tjetrin, të nxisin njëri tjetrin. Kështu ato nuk janë vetëm në procesin e mësimit, po ato bëhen gjithashtu edhe dhënës në atë proces, jo vetëm marrës informacioni. Kuptojnë që janë më shumë. Kur zënat ka rigë në klasë, ato duhet ta kuptojnë që ajo karrige nuk është që tulen dhe të rinjojnë mësuesin. Kjo është kryesore. Ajo karrige është që dhe ato të flasin. Dhe për të folur, jemi ne që duhet t'i aktivizojmë. Gjithmonë lidhur me problematikën që kemi. Nxisin komunikimin patjetër, sepse jemi në një shoqëri që po bëhet gjithkohës sa më shumë individualiste. Ku mbeti komunikimi? Atëherë si ta shtym përpara, normalisht ka peshën e vet dhe lënë të tjera, sidomos gjua shqipe, me metodat e veta të mësimdhënies, po dhe ne si matematik duhet ta shtym fëmijën drejt bashkëpunimit. Duke bërë bashkëpunim, ato nuk bullisojnë, që është një problem tjetër që kemi në klasat tona. Dhe rrisim përgjegjësinë. Ai të di që sa ka dhënë, aq do të marrë. Të shohë që tjetri po punon më shumë. Edhe kur bën sikur ose e tall, në vetvete ai nuk ndjehet mirë që nuk po punon sa tjetri, sa fëmia tjetër, sa nxënësi tjetër. Pra, këto shtyn metodat e bashkëpunimit. Tani kalojmë tek shembulli konkret. Mësuesi ka shpjeguar, jemi në gjimnaz, ka shpjeguar funksionin fuqi të përgjithshëm, AX fuqi më ndaj N, dhe tani bën një pyetje. Pra kjo është për të nxitur mendimin kritik. Për të kuptuar që nuk duhet futemi, unë nuk jam e mendimit që vetëm teknologji, jo. I pari është gjithmonë logjika. E para është gjithmonë tabani shkencor në matematik, por që ta kuptoj sa më mirë, na shërben teknologjia. Konkretisht, mësuesi hedh një pyetje. Cila formulë përfaqëson më mirë pjesën e sipërme të harkut të njohur? Dhe fëmijët nxënësit mund të thojnë parabola me a negative, për shembull, pra minus a x katror. Dhe ti si mësues i thua për shembull që prit, parabola është më mirë për këmbët e poshtme të njohura, ke të drejtë, por ne duam për urat moderne që po ndërtohen dhe mund të sjellësh dhe pamjet e të gjitha. Kush i parafrohet një parabol kësaj ure? Atëherë fillon fëmia, çfarë kemi mësuar tjetër? Kemi mësuar x fuqi dhe ndërkohë ti je interaktiv se je në Desmos. Për shembull, mund të jesh GeoGebra, mund të jesh në një program, dhe çfarë thot fëmia, ti nuk e gjykon, se je i qetë, ti thua sa 6 të tretat ose 11 të pestat, po, e vend aty, shikon grafikun direkt fëmia. Dhe është i qartë nëse duhet, modelohet apo jo. Pra e shikon konkretisht. Atëherë, ajo që dali në konkluzion është që prit, se këto funksione fuqi që e kanë më ndaj në më pak se 1,
këto që kanë më të mirë për harqet e sipërme të njohura. Pra bëhet një konkluzion dhe fëmia lidh konceptin vizual, pra përveç se vizualisht lidh gjeometrikisht, e lidh analitikisht, pra e kupton që prit ky funksion që unë mësova që ma shpifi, që ka i keq. Me këto u bëkan këto gjëra. Pra e sjell në botën reale. Ndërsa për nxitjen e mendimit krijues. Po jap shembull konkret, se ishte një nga çështjet që doli në focus group me mësuesit, që ne duam shembull konkret, ne duam që çfarë bëjmë konkretisht. Gjithashtu, për shembull Bashkia e Qytetit planifikon ndërtimin e një rrëshqice, pra ato thonë, në një kënd lojrash hyn matematika? Po, hyn matematika. Çfarë do bëjmë për të përshkruar lartësinë e rrëshqicës në funksion të gjatësisë së saj horizontale? Dhe jemi prapë ke funksioni fuqi, kemi formën e tij të përgjithshme, pra fillon mësuesi dhe i thotë, çfarë kufizimesh kemi? Rrëshqitja fillon nga toka, 0. Gjatësia horizontale nuk kalon 6 metra, po e marrin maksimalisht 6 metra, se mund tutje është një lodër tjetër, janë dhe parametrat e sigurisë. Edhe fëmia shikon diçka shumë më shumë se ajo që merr në matematikë. Teorikisht, flasim që duhet ta marrë patjetër, po e çon më tutje. Dhe kur merr zgjidhjen, pra këtë e bën profesori, mësuesi matematikës, po kur e merr zgjidhjen në këtë formë, pa atë pjesën përpara, pra atë është thjesht një zgjidhje matematike. Në moment që ti jep një modelim, pra atë është shumë më shumë tani. Dhe ai kupton shumë më shumë, jo vetëm nga ana analitike, po thotë prit se matematika që ka dhe ke një kënd lojrash. Pra aq e përdorur është. Dhe për këto na duhen, unë kështu i mendoj që duhen përdoren mjetet e teknologjisë. Nëse një nxënës ose mësuesi vet thotë po prit një herë, nëse do ta çoj ke STEM-i, pra të bëj një përfshirje akoma më të madhe. Thotë po prit se ne kemi edhe forcë fërkimi. Apo jo? Po, kemi forcë fërkimi. Po hajtë ta analizojmë atë. Po mirë, çfarë është më mirë, plastika, druri, hekuri, me çfarë do bëhet rrëshqitja? Pra shikoni se sa bukur kthehet një funksion fuqi. Pra dhe futen në diskutim të gjithë fëmijët. Si e dua modelin, pra shpejtësia në moment që është forca fërkimi do ulet deri në, pra ja se si futen dhe ndërlidhen, që domethënë shembull konkret. Diskutime që vijnë nga kjo ndërlidhje, për shembull, kërkimi për të përfshirë fërkimin, ne jemi në një analizë fizike, pra futet në lojë fizika, sepse ka shumë probleme. Ndoshta unë e kam zgjedhur, domethënë e kam marrë për zemër edhe trajnimin, po edhe këtë punim këtu, sepse i kam të dyja vajzat në sistem publik, dhe janë në klasë të 9 e madhja. Dhe po zgjidhte një ushtrim matematike, që është goxha e mirë matematikë, s'po e kuptonte me aeroplana, duhesh futur në lojë VHRT-ja, shkurt. Edhe unë ja zgjidha, o madha, po këtu jemi në matematikë, si jemi në fizikë, tha çdo VHRT-ja. Tash jo, tash ato janë. Pra fillova që ti thoja që prit kujdes se janë të ndërlidhura, nuk është e prerë me thik. Dhe ja pra pse duhen këto ushtrime. Nga ana tjetër, jo materialet, jemi në inxhinieri. Përdorim desmosin për parafrojimi teknologji. Ja pra se si bëhet një problem STEM. Nga ana tjetër, problematikën unë e kam darë dhe tek teknikat, po s'po ndalem këtu, ecje në galeri, pra teknika parë, se si mund të ndahet, ecje në galeri bëhet nëpërmjet posterave për shembull, zgjidhet një problem, lihet dhe fillojnë dhe shohin tek njëri tjetri se si i kanë zgjidhur problemet. Për shembull, u ndjeva mirë kur një ish studentja jon që ishte pjesë e trajnimit e kishte përdorur si metodë tek përqindjet. Vendosa i ndava në grupe dhe vendosa njërit 70, tjetrit 30, ndërtoni probleme, i kishte thënë, diskutojni dhe pastaj do i shohim me njëri tjetrin, pra kishte krijuar një mundësi me ecje në galeri. Gjithashtu dhe teknika loja me role, për shembull njëri bëhet fizikan, njëri matematikan, pra fillon modelimi dhe i profesioneve, pra që të kuptojnë, pra matematika gjithmonë e kam parë më shumë të lidhur dhe me psikologjinë, pra është një lëndë shumë përtej asaj që
thot vajza ime nuk është vëher të ja këtu. Pra dhe ne duhet ta kuptoj fëmia që jo, është shumë e gjërë. Planifikus financiar, për shumë, pra bën lojra në klasë. Pastaj, nxënësit e tjerë mund të rinë si komitet bashkiak që vendosin, fiton, sfiton, pra bëhet një projekt i bukur dhe jemi ke një funksioni fuqi. Shikoni pra, dhe fëmijës t'jeni të bindur që kjo do i ngelin mendje. Përfundime, mësuesi luan, çfarë duhet loj, mësuesi duhet ketë parasysh që është magjistar i klasës. Ai është, domethënë ai e bën orën e mësimit gjatë gjithë kohës, e xhoblon si do ai, domethënë. Dhe duhet ta çoj pak ke metoda bashkëpunuese. Ju thash, jo gjithmonë, një herë në 2 javë. Një herë në 2 javë, bën një, edhe ora ikën shumë shpejt për fëmijët. Ndërkohë, çfarë ndodh me këtë? Ndodh vetëvlerësimi tek fëmia. Pra duke u përballur me aftësitë e tij në lidhje me të tjerët, atëherë ai thot, po ku jam unë? Po si e zgjidha unë? Po pse se bëra si ai? Pse ai më i mirë se unë është? Fillon metakognicioni. Pra, fillojnë procese të reflektimit dhe të mendimit krijues dhe individual. Pra, ato që tham spondalen, dhe për mua e rëndësishme është, po ka filluar një ndryshim në kulturën e mësimdhënies. Pra, kjo është baza. Jo mësuesit hyj dhe të kemë frikë fëmijët, nxënësit, studentët, jo. Po. Atëherë, mendimi kritik për mua edhe për gjithë ne besoj është thelbi i qytetarisë moderne. Pra, prandaj gjithë tema ime, domethënë, është ke mendimi kritik dhe krijues. Është mjet fuqizimi, pra matematika, duhet ta kuptojnë, dhe këtë e kuptojnë vetëm nëpërmjet shembujve fëmijët, nxënësit, nuk kuptojnë, thoi çfarë dush ti, jo është lëndë kështu, jo. Në moment që shen një shembull thotë, po, ja, na e tha kështu, ishte e vërtet, ja. To mbajnë mend. Dhe le të krijojmë ajo pra që mos vrit, kush e vret mendimin kritik, e vret gjykimi dhe i vet fëmijës, dhe para gjykimi që ka karshi përgjigjes që do mbajë mësuesi, atëherë mos ketë frikë nga pyetjet që bën. Dhe kam lënë 2 pyetje për diskutim, sepse dje këtë ja paraqita vajzës time të madhe. Këtu me qenë se jemi ke Akademia Shkencave Përësore, ndoshta ju thoni ndonjë fjalë më shumë, sepse kur ja paraqita vajzës time, diçka më tha, o ma tha ti e ke shumë mirë, tha. Po kur bën Zysha punë në grup, tha, ai thot nuk du ta bëj. Këtë që më ka lënë Zysha. Po mirë, i them, Zysha i thot 4. Po s'ka gjë, ai do kaloj, tha, se është 9 vjeçar. Kështu që duhet që fëmia të ketë një përgjegjësi që ta shtyr. Pra, ne duam nxisim mendimin kritik, por duhet ketë një penalitet që ai thot prit një herë, se po jo të ketë këtë gjithkohës që kalon. Faleminderit.